Vijoj me leximin e lishmërisë së ardhur nga zyra e prefektit Qarkut Vlorë. Në vijim të kërkesës suaj, numër 7890, fraksion 1, protokoll datë 35/2025, protokolluar me tonën me numër 535, datë 35/2025, si dhe në mbështetje dhe zbatim të neneve 8 dhe 16 të ligjit numër 107, fraksion 2016, për prefektin e Qarkut, i ndryshuar shprehemi si më poshtë. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 38, datë 28/5/2025, për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill 2025, bazuar në ligjin numër 44, fraksion 2015, kodi i procedurave administrative në 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 39, datë 28/5/2025, për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kurzuar për muajin prill 2025, bazuar në ligjin numër 44, fraksion 2015, kodi i procedurave administrative në 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 40, datë 28/5/2025, për miratimin e listës emërore të familjeve dhe individëve përfitues të projektit përmirësimi kushteve të banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuar për vitin 2025, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 41, datë 28/5/2025, për miratimin e deklaratës për bashkëfinancim drejtuar Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për programin e përmirësimit të kushteve të banimit për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 42, datë 28/5/2025, për miratimin e subvencionit qiras që përfitojnë familje dhe individët e prekur nga zbatimi i projektit lidhja e rrugës transballkanike me superstradën Fier Vlorë, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 43, datë 28/5/2025, për miratimin e familjeve dhe individëve që përfitojnë subvencionin e qiras në treg të lirë dhe vlerët e subvencionit qiras, për çdo rast vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 44, datë 28/5/2025, për miratimin e privatizimit dhe vlerës së privatizimit të banesave shtetërore të paprivatizuara, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë numër 45, datë 28/5/2025, për miratimin e funksionit qendrës së zhvillimit për personat me aftësi të kufizuar edhe si qendër rezidenciale dhe ditore, si dhe një ndryshim në VKB numër 111, datë 27/12/2024, për buxhetin e bashkisë për vitin 2025, vlerësohet i lishëm. Në vëmendje, vendimi i mësipër më qartuar në 2 objekte ndryshme ndërmjet tyre, për qartësuar natyrën e aktit, kërkojmë që vendimarrje të tilla të ndaren në mënyrë që mos ketë mbivendosje objektesh. Faleminderit. Kalojmë votim proces verbalin e mbledhjes së datës së Këshillit datës 28/5/2025. Pro? (28 pro), asnjë kundër, asnjë abstenim, sa nuk kanë marrë pjesë votim. 4 veta nuk kanë marrë pjesë votim, miratohet. Vjen me rendin e ditës, kalojmë votim me rendin e ditës pa pikën 11. Pro? (29 pro), asnjë kundër, asnjë abstenim, 4 pa votuar. Faleminderit. Vjojmë. Pauzë votimika. Atëherë, nderuar sekretar, në mbledhjen e muajit prill, të fundit muajit prill, gjatë diskutimeve që kemi bërë për pjesën e ujësjellësit, kam kërkuar zyrtarisht nga ujësjellësi një sqarim me shkrim për pjesën e aktiv pasivit bilancit për vlerën 66 milion euro dhe 70 milion euro. Ka 2 muaj dhe ujësjellësi nuk më ka sjellë asnjë lloj përgjigje. Tani, kjo lloj mënyre arrogance dhe nënvlerësimi të kërkesave të këshilltarëve, kur bashkia është prap aksioner ujësjellësit, kjo është e patolerueshme. Kështu që unë ja u përsëris për herë të fundit dhe po u them që më duhet sqarimi me shkrim nga anë e tyre për bilancin e ujësjellësit, nga i kanë gjetur dhe nga i kanë nxjerrë këto vlera. Në qoftë se nuk marr sqarim, atëherë do jemi detyruar të drejtohemi në institucione të tjera, sepse kjo është pa kuptim. Në qoftë se ata thonë që këtë gjë e kemi okay, atëherë më sqarojnë. Fakti që ata neglizhojnë sqarimin do të thotë që është një vlerë e futur në bilanc thjesht për balancuar aktivin me pasivin. Faleminderit. Faleminderit zoti Nika.
Vjojmë projekt vendimi I parë për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin maj 2025, pro. Pro, asnjë kundër, një nuk merr pjesë në votim. Miratohet. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kurzuar për muajin maj 2025, pro. Pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, 2 veta nuk morën pjesë në votim, miratohet. Ndihmë me subvencion të qiras në treg të lirë të zonjës Liolca Lela. 33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, një nuk merr pjesë në votim, miratohet. Projekt vendim për dhënien titull qytetar në deri Vlorës profesor Dr. Andi Hoxhaj, pro. Pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, një nuk merr pjesë në votim, miratohet. Projekt vendim për dhënien e titullit qytetar deri zonjës Mira Murati, pro. 33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, një nuk merr pjesë në votim, miratohet. Projekt vendim për dhënien e titullit qytetar deri zoti Tjersieti, zoti Kozman Qirio, pro. 33 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, një nuk merr pjesë në votim, miratohet. Projekt vendim për dhënien e titullit qytetar deri Vlorës zotit Josip Gjipali, pro. 34 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projekt vendim për emërtimin e disa rrugëve në territorin e Bashkisë Vlorë, pro. Po. Merr fjalën, kërkoj fjalën zoti Nika dhe të jepet fjala. Po, zoti Xheri, fjala për juve. Tani unë lexova këtë projekt vendimi dhe për emërtimet e rrugëve. Dhe nuk e kuptova. Do zëvendësoheshin disa emra me disa emra të tjera apo si? Apo janë rrugë të reja? Tek projekt vendimi është e qartë në pjesën e fundit të materialeve thotë kjo rrugë, ky emër zëvendësohet me këtë emër, ose është e shprehur gabim ose duhet na qartësojnë pak. Se çka kuptimi ka që të heqim ca emra dhe duam ca emra të tjera. Ato emra që zëvendësohen sipas urbanistikës janë dy rrugë me të njëjtat emra. Prandaj është bërë kjo sipas urbanistikës. Po, në projekt vendim thotë ky emër zëvendësohet, fjala zëvendësohet zëvendësohet tek ajo rrugë. Atëherë duhet bërë sqarimin. Ose duhet bërë sqarimin klapa. Po, okay, po që kjo është, sepse edhe unë kur erdhi projekt vendim. Po pra. Po mirë, okay, nëse janë dubluara, po ne duhet të sqarojmë që filan emër është në filan rrugë dhe në filan rrugë dhe do ta heqim nga kjo rrugë dhe do ta lëmë në këtë rrugë. Se kështu po e thua që atje që janë të dubluara. Kështu ishte informacioni nga urbanistika, ndoshta nëse kanë një nga drejtorët na i sqarojmë më mirë në një nga drejtorët do. Të na i sqaroj Kush nga drejtorët të lutem mund ta sqaroj këtë lloj pyetje? Është ajo specialiste e urbanistikës. Ishte këtu Doriana, se unë e pash hyrje. Unë prap nuk e kuptova, janë të dubluara, domethënë në një rrugë janë dy. Jo, dy rrugë në qytet kanë të njëjtin emër. Janë dy rrugë me të njëjtin emër. Ishet njëri të emri dhe I vendoset me këtë. Po duhet bërë ky sqarim, është thjesht. Se unë duhet ta merrja me mend, këtë është e pamundur. Me aq material sa na keni sjell, është e pamundur që unë ta kuptoj këtë që thoni ju. Në thelb nuk hiqet ndonjë emër rruge, në thelb. Është thjesht kjo. Do të thënë sa kuptoj unë, janë dhënë dy vendime për të njëjtin emër në dy rrugë. Po sepse duhet shfuqizoni një vendim. Gjatë verifikimit në teren të rrugëve sipas urbanistikës, dy rrugë në qytet kanë të njëjtin emër. More kuptova këtë, po duhet që të vi specialistja dhe të na sqarojë që filan emër është marrë vendim I Këshillit Bashkiak në filan datë dhe ka këtë emër në këtë filan rrugë. Por gabimisht Bashkia ka vendin në këtë rrugë. Nga kjo rrugë do iki, se ashtu si e keni shkruar do ju në projekt vendim, shkruani që
I hiqet emri filan rruge dhe I vendoset ky emër. Kjo është e drejtë. Dhe këshilltari gjyri ka të drejtë për shqetësimin. Është shumë e drejtë, mendoj në zbardhjen e projektvendimit të lutem drejtorisë ta cilësoj këtë gjë. Në rregull? Po. Zonja kryetare, për qartësi, ka një paqartësi në këtë projekt vendim. Në fakt këtë pyetje që bëri kolegu e kam bërë dhe unë dhe na e kanë dhënë shpjegimin në kryesi. Projekt vendimi final është për miratimin e disa rrugëve në territorin e Bashkisë Vlorë, që do thotë nuk ka zvendësim. Projekt vendimi është për miratimin e emërtimit, pra emërtimin e disa rrugëve dhe tek vendimi si te titulli të miratoj emërtimin e disa rrugëve në territorin e Bashkisë Vlorës së poshtë. Pra nuk ka zvendësim. Jo, janë ato. Po pra nuk e ke nasnjë, nuk e ke. Jo te projekti te plan vendosjes. Atë, projekt vendimi final, Klodit lutem. Projekt vendimi final është I qartë. Ndoshta është bërë ndonjë lapsus në momentin e parë. Kam të gjithë materialen që kam lexuar dhe është I updateuar, është I fundit. Ka qenë një lapsus I paraqitur se duket do të është punuar mbi ndonjë projekt vendim, por që në dokumentacion po patjetër. Atëre, projekt vendim për miratimin e disa rrugëve në territorin e Bashkisë Vlorë. Këshilli Bashkiak në mbledhjen e datës së sotme vendosi të miratoj emërtimin e disa rrugëve në territorin e Bashkisë Vlorë si poshtë. 1. Rruga Kujtim Laro në rajonin numër 5 sipas vendosjes së paraqitur nga drejtoria e urbanistikës. 2. Rruga Fatos Arapi në rajonin numër 3 sipas plan vendosjes së drejtoria pa në rajonin numër 2 sipas në rajonin numër 1 sipas plan vendosjes nga drejtoria rruga Lelo Adër Abila në rajonin numër 5 sipas plan vendosjes së përgatitur nga drejtoria e urbanistikës dhe rruga Qafa e Shekës, fshati Tragjas, njësia administrative Orikum sipas plan vendosjes së përgatitur nga drejtoria e urbanistikës dhe së fundi rruga Lugu I Gjonet, fshati Tragjas, njësia administrative Orikum sipas plan vendosjes së përgatitur nga drejtoria e urbanistikës bashkëlidhur këtij provendimi. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet kryetari dhe administrata e bashkisë. Ky vendim hyn në fuqi bazuar në ligjin 139/2015 për vetë qeverisjen vendore. Kryetari Ermal Dreda. Kaq, parashikoj. Atëherë. Me plan vendosje, më ndiq pak. Rruga Murat Miftari thot rajoni 5 propozohet të zëvendësohet me emrin Kujtim Laro. Unë gjuhësisht e kuptoj që ky emër do zëvendësohet me këtë. Shojmë tej. Rruga Fejzo Mema rajoni 3 propozohet të zëvendësohet me emrin Fatos Arabi. Atëherë mos të bëjmë fjalë. Kush nga administrata ju lutem do të na I shpjegoj pak këtë lloj pyetje? Ai dokumentacion që ju keni nuk ndodhet në dosjen finale. Në dokumentacionin final nuk ka asnjë zvendësim rruge, po ka emërtim rrugash të reja. Të paktën te dokumentacioni final që kam unë dhe kjo është përgjigjja që unë kam marrë, kjo është përgjigjja që kam marrë në komisionin, edhe në kryesi dhe në komisionin juridik. Faleminderit. Atëherë, ju lutem në bazë dokumentacionit po. Atëherë, unë propozoj ta kalojmë votim. Nëse keni propozim tjetër, atëherë, të lutem Irena, zëvendës kryetare, lutem mund lajmërosh dikën nga drejtoria që deri në fund të mbledhjes të vit. Mund ai teknikisht do përgjigjet Dori. Po. Kemi raste në për rrugë që ka pasur një emërtim dhe ka qenë një blok rrugësh. Ky bloku ka pas të njëjtin emër si rruga po themi vertikale si rruga horizontale. Këto janë ndarë, njëra rrugë ka mbajtur një emër dhe është pjesa tjetër zvendësohet me, më kupton, thjesht brenda bllokut. Është një zvendësim, po themi për qartësi, jo zvendësim, gjithsaktësim.
Tani kjo Një është saktësim, mënyra si po. ma sqaruan mua ku Saktësimi blloqeve në një blok ka disa rrugica, po themi disa rrugë. Të gjitha këto kanë pas të njëjtën emër, janë shtuar emërtimet. Po pra, thjesht ka saktësim të Po pra. Nuk besoj që urbanistika në bashkinë e Vlorës, për kaq vite ka lënë një blok rrugës me të njëjtin emër. S'ka kuptim, s'ka sens. Nuk thash një blok, thash në një blok ka disa rrugica. Tani, jemi këtu në këtë sallën që ta shpjegoj kështu praktikisht të ta kuptoni. Kemi atë rrugën nga fillimi në fund, kemi dhe këtë degëzimin. Është bërë vetëm, ajo rruga ka për shembull X emër dhe është marrë sikur dhe kjo rruga këtu ka të njëjtin emër. Kësaj rrugës tjetër i zhvon një emër i ri, kaq. Sëse mund të jenë gabime materiale të materialit, po që kuptohet, nuk është është Çfarë deshet të specifikojmë atar që vjen do? me emrin Bejkush Birçe. Është e thjesht, pra, o është gabim i shkruar këtu gjuhësisht ose nuk e di ç'a ndodh. Jamëria. O Dori. Okej, do saksuar, dakor. O Dori, pse s'keni bërë një art, molla, që edhe këtyre t'ja shpjegoni tamam ku është. Se edhe këta s'kan fajt domethënë. Po s'kan një art në dorë. Jo, është me plan vendosje, po në krah të plan vendosjes është e shkruar degëzimi i rrugës Gani Begu Sala rajoni 4 propozohet të zëvendësohet me emrin Bejkush Birçe. Pse do zëvendësojnë me një emër tjetër? Ç'a kuptimi ka? Degëzimi i rrugës Qemal Gorishova rajoni 5 propozohet të zëvendësohet me emrin Lelo Abilaj. Orez, oj lirë, ky emër propozohet të zëvendësohet, a është e qartë fare? A ka, kryetare, të bëj një propozim. Me qenë se nuk i ke specialistë të urbanistikës, kalojnë në fund këtë vendim, të vinë ata të na i sqarojnë dhe pastaj e kalojmë. Se po harxojmë kohën kot. Në fakt dhe unë mendoj që është okej propozimi. Po, zoti Ale, po. Ne kalojmë në fund. Po kjo është mbytesh në një pikë ujë, s'ka me të gjitha investimet që ka bërë Bashkia Vlorë, janë asfaltuar, ndriçuar rrugë të reja në qytet, që kanë marrë pamjen e rrugës kryesore. Detyrimisht duhet e emërtohen. Ka që thjesht është. Lapsusi që është bërë aty është që thotë te kryqëzimi të zëvendësohet, ky po të zëvendësohet ai. Duhet të thënë degëzimi i rrugës Fejzi Mema do quhet kështu. Jam shumë dakord i nderuar Aliaj. Kështu që unë mendoj këtë përvendim ta kalojmë çfarë do thotë më shumë. Po çfarë do thotë më shumë urbanistika, ja kaq e thjeshtë. Ta rregulloj dhe ta janë në rrugë të reja. Kaq. Jemi shumë të qartë. Ta rregulloj dhe ta kalojmë në pak më vonë. Derisa të keni ato korrigjimet përkatëse në rregull dhe kalojmë votim, pa problem. Po, zoti Hyseni. Dhe vijojmë se po duke që se jemi përballë një gabimi material vetëm për të zvendësuar një fjalë në terminologjinë e gjithë përmbajtjes atij projekt akti, le të vijojmë duke votuar atë me ndryshimet përkatëse, është thjesht fshat asgjë. Po ndryshimet. Po më jesh një fjalë zvendësohet më. Dhe shtohet segmenti, po e tha shumë qartë specialistja, një segment rrugë do shtosh fjalën shtohet me këtë emërtim të ri. Po, kaq, jo zvendësohet. Kaq më është e thjeshtë. Po ta sqaroj, pra janë degëzime rrugësh kryesore. A janë degëzime rrugësh kryesore? Zoti Hyseni, në rregull, faleminderit. Po zonja Zoto? Po pra perfekt. Po pra se s'është ndonjë që kalojmë, vijojmë. O Gjeq, të flasim minut Gjeq? Atëherë, e njëjta gjë është edhe në rajonin 2, në zonën e ujtë të ftohtë të vëllezërit Lamanaj, ku me vendim të Këshillit Bashkiak të 30/9/2003 është emëruar rruga nga Akademia e Marinës deri te Lamanaj, rruga vëllezërit Lamanaj.
Ndërkohë, me një vendim tjetër të Këshillit të Bashkisë, është emëruar rruga Murat Terbaçi, duke përfshirë brenda ti edhe rrugën Vllezët Lamanaj. Ndërkohë që nuk ekzistojnë as tabela, tabela është në shtëpi, e ka në shtëpi zotëria tabelën dhe ka ngritur disa herë, e kemi ngritur disa herë edhe vjetë, e kemi ngritur të çështje te Vllezët Lamanaj. Po pra ja kështu është, me vendim të Këshillit Bashkiak është bën rruga Murat Terbaçi. Atëherë kjo është krese e bashkisë, kjo është vendimi i bashkisë. Ku thotë që përfshirë brenda tij edhe rrugën Vllezrit Lamanaj. Në rregull. Mirë, faleminderit. Kështu që duhet do ta kalojmë votim pak më vonë, pasi të vi përfaqësuesja e drejtorisë përkatëse dhe na i qartësoj. Në rregull? Mirë, faleminderit. Vjojmë për vendimin numër 6 për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuar nga djegja banesa dhe shpërblim financiar nga ana e Bashkisë Vlorë për zotin Thodori Bollano. Pro? 36 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet për vendim për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuar nga djegja banesave dhe shpërblimin financiar nga ana e Bashkisë Vlorë për zotin Dritan Hoxha. Pro? 36 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet për vendim për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuar nga djegja banesave dhe shpërblimin financiar nga ana e Bashkisë Vlorë për zotin Kiço Billa. Pro? 37 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet për vendim për miratimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuar nga djegja banesa dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë Vlorë për zonjën Megi Sulaj. Pro? 37 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohen. Për vendimin numër 7 për shtyrjen e afatit kontratës për administrimin dhe financimin e shoqërisë Flamurtari Futboll Klub SHA. Për shtyrjen e kontratës administrimit dhe financimit të shoqërisë Flamurtar Futboll Klub SHA kemi pas një propozim nga 5 këshilltar të Këshillit Bashkiak, të cilët kanë propozuar shtyrjen e kësaj kontrate. Nëse ndonjë nga këshilltarët që ka propozuar këtë shtyrje dëshiron të japi një fjalë tjetër më shumë se ç'është dhënë nga ajo çka ne kemi lexuar në relacion, mund ta japi. Në të kundër, nëse dëshiron kryetari i Komisionit Juridik zoti Hyseni të thotë një fjalë, okay, është i hapur, ose kush dëshiron fjalën, ta kërkoj. Dhe përshëndetje të nderuar kryetar, siç jeni njohur në ti propozimi nga një grup prej 5 kolegë antarë të Këshillit Bashkiak, edhe këtë vit është kërkuar nga administrimi i shoqërisë Flamurtari Futboll Klub SHA, vjushmëria e kontratës së administrimit dhe financimit të kësaj shoqërie me fonde dhe kapitale të vetat, me argumentin se është në pritje të procedurës së privatizimit, e cila është një procedurë, le të themi, duhet thënë, theksuar që ka filluar nga administrata e bashkisë, është kontraktuar një firmë audituese e cila është duke bërë vlerësime të gjitha aksioneve të shoqërisë. Është një proces i cili ende nuk ka përfunduar, ndodhur në këto kushte duke qenë se jemi edhe përballë nisjes garës së re sportive vitit kalendarik 2025-2026, referuar dhe rezultateve sportive të cilave të ka arritur shoqëria Flamurtari Futboll Klub SHA. Është kërkuar shtyrja e afatit të kontratës së administrimit deri në momentin e përfundimit të procedurat privatizimit dhe daljes në ankan për shitjen e aksioneve të kësaj shoqërie. Inkurajojmë administratën e bashkisë të vijojë me procesin dhe ta përfundoj sa më shpejt dhe të ndihmojmë, si të thuash, shoqërinë që të jetë garuese dhe kompetitive në Superligën e futbollit shqiptar. Faleminderit i nderuar kryetar i Komisionit Juridik, po zoti Kushta? Mund të theksoj edhe një gjë, është, më thënë, duke qenë se kemi patur rezultate shumë pozitive duke ngjitur në Superligë të klubit futbollit, shoqëria ka investuar gjithmonë me financat e veta, të gjithë rikonstruksionin e stadiumit ku merr pjesë skuadra ku luan në Superligë, bërë një rekonstruksion i ri i tapetit dhe të gjitha ambienteve të administrimit të klubit futbollit. Gjithashtu është bërë një investim në terrenet sportive ku kryhet dhe stërvitja e skuadrës së Flamurtarit. Duke qenë se të gjitha skuadrat pjesëmarrëse në Superligë kanë një ambient ku luajnë në mënyrë dinjitoze, duhet të thënë që dhe skuadra jon Flamurtari do paraqitet denjësisht me investimet të reja si në burime njerëzore
në lojtarë që marrin pjesë në garë, gjithashtu edhe në logjistik në një stadium të reinvestuar me kushte të bashkëkohura. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Hyseni, po zoti Kushta? Jo, është edhe rruga. Është edhe rruga. Po, zoti Kushta, fjala për ju. Tani, jemi një fotokopje e vitit kaluar. Tani, më falë, Gjergji, sërish përndajet për tjetë, nuk është i klasifikuar. Jemi fotokopje vitit kaluar. Daud, faleminderit për thirrjen e Komisionit të Sportit, Kulturës dhe Artit. Je sotri, digniteti ftes me njeriun apo pa njeriun, mbaj dignitetin. Thërite, mos e anashkalo, të të gjosh edhe pro dhe kundra. Unë e tua flamurtarin më shumë se sa ju. Daud, do talësh pension, do talësh rrugëve nesër, til me dignitet të regjëntaj. Po i thëret komisionet, se kush i thëret? Jo, çdo kryetar komisioni e thëret vetë grupin e vetë. Unë e thëras vetë, po unë dua të bëjmë kryetar bashkë e vetë. Dua sekretar, dua deputet, vetore, e të shatuon vetë. Tani, të lutem, mos të kalojmë në humor, është serioze, Daud, thëriti e këture qërave, është serioze, lozet flamurtari. Mua nuk me emocionon një fush, do të kaloj dhe qikë më ndryshe. Çdo investim serios duhet kaloj në përmjet Këshillit Pashjak. Dhe t'i themi ati zotris, bravo, të tërkoj dhe një pasyrë ekonomike si ka për të kaloj. Ne për një tënd të një lokalit, ne marim leje. është normale në shtet ligjor. Po pa të sëtim. Tani, do më thënë, duhet të vinte e të tajuar një plan, nuk po ju në këto të thellat, ato duhet të diskutoni vetë. Po mirë, nuk e vëndi, ore, e ti pse je i mirë ti, se je i mirë me tjere të i keq me veten. Ore, koston e merë ti, kryetar. O kryetar. Tani, them diçka. Koston e merë ti. Kam dash bëj debat tani është era e parë që realisht edhe gjithë bashkë duhet të vjen një pak krenar, sepse më në fund flamurtari shkoi aty ku e ka vendin. Por se ti sa krenar jam për flamurtarin. E tjetra, që si e shikojnë. Patjetër. Dhe çfarë shikojnë si shumë pozitive, të paktën po bëhet një investim aty që prapë mbetet për stadiumin edhe për. Po kush e vën ti shtym? Edhe nuk ka asnjë dëm financiar te nesër, po jap kreditim asnjë shpenzim vet, asnjë financë. Po kryetar, nuk vjen në shtym. Derisa të marrë procedura jemi detyruar se s'do lëm flamurtarin pa luajtur. Kjo është gjithë që. Po edhe vjet ashtu ishte. Patjetër. Pra, ne kemi bërë një po do të dish me auditusin, me gjithë se ne kemi ushtruar presion gjithë kohës. Nuk keni për auditim, keni për vlerësim. Po prapim. Jo, është tjetër auditim. Po, edhe ne jemi duke parë të gjitha detajet, sepse edhe kur të shkojmë, duhet të jemi shumë profesional në atë që paraqesim në Këshill. Nuk mund të vi me informacion të përgjysmuar. Kur unë të vë shpatullat e tua, se mbrapa ja goditjet, për para i del veti. Tani më dëgjoj. Të tua të mirën jam pjesa jote. Se të kam votuar unë. Diskutojmë dhe kafja kërë pastaj. Jo, po letë që kafe ti. Tani, po jëm tek fjala. Vjetë, me si vjetë nuk kanë të shuar asje kryetar. është e një ta retorik. Unë votova vjetë me krenari për flamurtarin që të jënë në ligën superiore. Dhe u bë. Pse nuk votova kundra? Se më dhatë fjallën ju. Flamurtari nëse ka njëri që i dhe më shumë nga të gjithë jetë ti, se je pjesë e historisë. Nuk do të amendoja kur që Sokol Kushta mos të jepte një shans ekipit
Me të cilin ka krijuar emrin, jo ekipit. Pas problemet. Në moment që ka njerëz që përdorin flamurtarin për veprime të tjera, unë jam i detyruar të ndëry, unë jam dhe këshilltar. Ne jemi në Vlorë, ecim ditë e natë. Vlora është shumë e prekshme në këtë drejtim. Ajo është e patestuar dhe mirë. Tani, më thatë lavin jo. Edhe stafi juaj, o qeshi. Tani procedurat në njerë nuk është se varë, ne kemi për maksimumin, edhe ja ku e ke drejtorin juridik, nuk diskutohet. Jo, unë do them, unë nuk do të bëj replik me asirin. Unë do them të lafe, mas e kam dhe gabim, ka njerës që janë më të aftë. Tani, ju vjetë, bashkë me stafin, dhatë lafin, që në nëntor do kishtë të mbaruar procedurat. Është e vërtet që ju i keni mbaruar procedurat në fund të tetorit. Vlerësimi nga një vlerësus që e keni vlerësuar ju si pashit aftë, ju ka ardhur. Pse nuk e keni paraqitur atë vlerësim ekonomik? Sa është borxhi? Sepse nuk është i plot, mund ta thash. Nuk është i plot. Jo, është i plot. Ja, po të lexoj. Nëse, shiko, vetëm vëm bast. Tani nuk është çështje bastesh, ne këtu flasim edhe. Po ti pse s'është i plot? Dhe s'ka për që nasiri plot. Flasim për se dokumentacioni duhet të vinë aty palë. Njëra palë si ka dorëzuar, po prapë është bërë një vlerësim. Sepse ta thash, nuk mund të sjellë një raport të pa përfunduar dhe të sunguar. Nuk ka përfunduar. Edhe kjo është gjithaj ngërçi që ne duhet të jemi të plot momentin që pastaj ne dalim edhe mirë që atë. Është i cunguar, por është vlerësim. Kur themi cunguar që nuk është i përfunduar, ka gjëra pa që nuk janë analizuar. Mund të pyes. Po. Sa është borxhi? Borxhi duhet, nuk e di, drejtori juridik. 4 apo 5 milion. Dori, kemi në kështu? 2.4. Imagjino me, okej, 2.4. Më falë. Atere, pa patur një vlerësim zyrtar, më falë, ansora konkluzion, unë them, vlera e vlerësimit është 2.4 me dokumentacion të cunguar. Mirë, zoti Kushta, unë të falenderoj shumë. O Sokol, të them një gjë, pasaj shiko, kjo është duhet një analizë e thellë dhe duhet dhe juristë të zotë që ta interpretojnë si që duhet. Ne po flasim, ja vetëm një gjë të ta them, se thek sa është borxhi 2.4. Pa tjetër nuk e di tani, ndoshta mund jetë më pak, mund jetë më shumë, po sa është investimi që është bërë këto 11 vite, që bashkia, sa ka kursyer bashkia? Minimalisht nga 1 milion e pak euro shtovit. Po, pa tjetë. Jo, ka qenë 406 milion, po jo pra kryetar. Pa llogaritur investimin të bëhet e stadiumit tani dhe që u bët e fusha e stërvitjes në Pyll të Sodës. Kryetar, unë thash nuk dua të bëj replik për të mirat dhe të këqijat. Unë dua të bëj një gjë tjetër. Ka ardhur Shesa. Mund të tatuam më shumë si në nësisa ju. Unë them anë ligjore tatuam. Nuk mund të shkruhet. Nuk e shikoj personale fare, shikoj ekipi flamurtari duhet të vazhdoj të performoj në fillim të shtatorit. Kjo është e tjetra është duhet parashikojmë ne minimalisht 1 milion euro për të menaxhuar këtë gjë, që nuk është pak. Edhe këto janë projekcione që bëhen ditën e parë. Pa mbaruar procesi. Pa mbaruar procesi i blerjes së aksioneve atje dhe ne kemi pamund të parashikojmë fonde sepse nuk flasim për pak gjë, janë goxha financë. Unë nuk po diskutoj të heqim dhe të paguash. Unë them nga nëntori deri në qershor janë 7 muaj që mund të kishte dalur edhe Orikumi s'ka dalë. Nuk flas vetëm për flamurtarin. Flas dhe për Orikumin. Duhet të ishën shitur. Jo, më falë, duhet të kishën dalë në ankand. Po një shkresë keni. E para këtu, unë kam vite që nuk shikoj nga të rëkëja dhe atlasi. Ja ku e ke shkresën. Nuk e shikoj, zoti kryetar. Nuk e di, nuk kam parë asnjëherë një pasqyrë ekonomike të këtij ekipit të vinë në këshill. Unë si vjet kam këtë, 1, 2, 3, 4. Unë nuk them, nuk ka bërë. Dhe ti marri me shkres ato që bën.
ti marri o burr, se i takon ati, çdo vlerësim ekonomik e kryen Këshilli. Të kalojë nëpërmjet Këshillit dhe të jepet vlera atij zotërisë. Unë s'po them, dhe s'mund të shkruhet këtu që administrata do thënë po për vlerësimin që t'i shitet flamurtaret jo, a isha në kënd, mund të dalë në një kompani më e madhe dhe ta blej. Mirë, ne i nderuar këshilltar, inkurajojmë administratën të vijojë me procedura, ndërkohë ne kemi thjesht një propozim nga 5 anëtarë të Këshillit Bashkiak që të duan të shtyjë kontratën për shkak të sezonit të ndeshje. E kuptoj shumë mirë, por kjo në 6 muaj përse nuk ka dalë në ankand. Të ishte me të qetë. Procedura, pra duhet përfundoj procedura e vlerësimit dhe të gjitha analizave. Vlerësimi mbaroi për 2 muaj. S'ka përfunduar. Jemi përballë faktit që s'ka përfunduar. Po zoti Hoxha, po. Faleminderit. Dgjoj, kemi një propozim nga 5 anëtar. Neve votojmë. Nëse ka propozim tjetër, votojmë dhe propozim tjetër. Mundem? Po. Faleminderit. Sa i përket këtij projekt vendimi nderuar zonja kryetare, unë jam shumë dakord me pjesën më të madhe që të diskutimit të zotit Kushta, që jemi në të njëjtat kushte siç ishin vitin e kaluar dhe nuk e kuptoj pse nuk ka përfunduar ende dhe nuk kemi bashkëlidhur këtij projekt vendimi dhe këtij relacioni, nuk kemi një argument se pse nuk ka mbaruar akoma vlerësimi financiar sa i përket procedurës së nxjerrjes në ankand dhe privatizimit përfundimtar të flamurtarit për të hequr pastaj nga veshet e qytetarëve vlonjat këto gjërat e mëdha që kanë bërë këta që administrojnë flamurtarin, që për opinionin tim personal dhe jam shumë i bindur për gjithë ata që e shikojnë qetësisht edhe pa emocione, kanë bërë gjë më të keqe deri tani për flamurtarin, pavarësisht se sa është ngjitur në superiore. Pra ne gëzojmë që flamurtari është ngjitur një kategori dhe ka shkuar në kategorinë superiore, kur ndërkohë flamurtarit i takon që të jetë në kategorinë superiore, ka qenë gjithmonë në kategorinë superiore, ka qenë gjithmonë kompetitiv dhe ka synuar majat e futbollit shqiptar, edhe aty europian, me shembuj historik. Dhe nuk e kuptoj pse duhet jemi të gëzuar ne që flamurtari që kanë ngjitur në kategorinë superiore pasi kanë ndërtuar një 7-8 vjet në kategoritë inferiore, për i bret zotit, pa ekip, pa trajner, pa financa, pa rroga, me borxhe kjo kompania në të tret, atje ku han futbollistët, atje ku bëjnë masazhe futbollistët, apo këto terrenet sportive që me demek po investohen së fundmi, kanë qenë faqa më e keqe e futbollit dhe traditës sportive vlonjate, gjatë administrimit nga këto dy kompanitë e famshme që për fat keq edhe nga ana juridike këtu përpara këtij këshilli vinë pas një forum ligjore. Ndërkohë ne kemi një kërkesë sot nga një person që thot përfaqësues i Flamurtari Futboll Klub SHA me numër NIPTI XY. Këtu te kjo kërkesa unë nuk shikoj asnjë nga këto të përmendur atu më sipër, siç janë këto kompanitë e famshme Fantazm që kanë shumë vite që qarkullojnë këtu, TRK, grupe, ku dëgjon, Atlas Global, tjera. Këtu është bërë një kërkesë nga një përfaqësues që ka një emër dhe një mbiemër, që thotë që përfaqëson Futboll Klub Flamurtarin dhe që kërkojnë që kjo kontrata tashmë të mos jetë më me afat, pra ne duhet të shkojmë pas avazit të zotërisë, po të jetë pa afat tani, që do me thënë ato ngërçet teknike që kanë krijuar nëpërmjet auditusit që është kontraktuar nga bashkia për të bërë auditimin e financave të këtyre viteve të famshme që ky na paska hequr nga bara e buxhetit të bashkisë shumë milion euro, nuk kanë për të mbyllur asnjëherë dhe ky flamurtar dhe kjo kontratë dhe kjo situatë do të vazhdojë të jetë kështu, peng i dëshirave të një njeriu, të një individi. Unë nuk e kuptoj pse ne duhet bijem dakord të gjithë bashkë që të votokemi, sepse ky njeriu po na shpëtoka ne dhe Këshillin Bashkiak edhe buxhetin e bashkisë prej shumë vitesh. Po jo mos zotrin, nëse ky është i pakënaqur, e kemi thënë edhe herë të tjera në mbledhjet e tjera kur ka kërkuar shtyrjen e afatit të financimit, të heqë dorë, s'ka asnjë gjë të keqe, se detyron njëri këtë. Ne nuk e kemi detyruar këtë që ky ta mbaj me pajër flamurtarin. Ky është shumë i lirë që nesër që flamurtarin ky do të ta dorëzoj, mund të ketë kompani të tjera që mund ta financojnë nga jashtë flamurtarin, që mos të rëndojnë përsëri buxhetin e bashkisë, po jo ne këtu tani të mblidhemi çdo vit edhe mbi bazën e dëshirës së këtij zotërisë që ka gjetur edhe 3-4-5 kolegë tanë të nderuar këtu që nuk e kuptoj as vetë si kanë ardhur në këtë konkluzion që ne duhet ta shtyjmë këtë kontratën pa afat,
Kur ndërkohë, këtu jemi betuar dhe stërbetuar nga administrata, nga kryetari i bashkisë i pari, zoti Dredha, që do të përmbyllej procesi i vlerësimit dhe nxjerrjes në ankan të këtyre aseteve. Dhe ne sot jemi një vit më mbrapa për të bërë përsëri të njëjtin diskutim. Është për të ardhur keq, zonja kryetare, të nderuar këshilltar, që ne ndodhemi përpara këtij fakti, përpara dëshirës dhe kapriços së një individi i cili ashtu siç tha edhe zoti Kushta në rreshta, po pengon përfundimin e vlerësimit financiar të kompanisë për bërë të mundur pasaja konkludimin e të gjithë procedurës për nxjerrjen në ankat. Dhe ka për ta bllokuar deri në fund, derisa dëshira apo ajo, po themi, egua personale e tij të dorëzohet për të bërë të mundur që të bëhet ky vlerësim e pas pasaj bashkia të ketë mundësi për të bërë të mundur nxjerrjen në ankan të këtyre aseteve, gjithmonë duke vendosur përsëri ky zotëri ato klauzolat përkatëse, edhe ato teoritë e financimit shumë vjeçar për të bërë të mundur që ta përfitojë këtë terren dhe këtë stadium në favor të këtyre kompanive fantazëm që ky përfaqëson. Por për të shkuar tek edhe, po themi, fakti real, është shumë e drejtë ajo që dikush nga këshilltarët përmendi, në stadiumin Flamurtari po bën disa punime dhe nuk është e vërtet që po ndërrohet vetëm tapeti, sepse për tapeti nuk ka thënë ndonjëherë kush, ndonjëherë gjë që pse është ndëruar, atje të nderuar këshilltar, nderuar kryetari i bashkisë, qofse keni policin bashkiake, IMT-n, i Nuvin, ku diun çan ato drejtoritë që marrin rroga këta drejtorët e famshëm që vinë vërdall për sallë, mund të shikoni është hedhur beton. Dhe unë nuk di që betoni të jetë tapet për fushat sportive. Në të dy pjesët fundore, dhe në pjesën veriore dhe në pjesën jugore të stadiumit Flamurtari, pra mbas portave për saktësi të qytetarëve që na ndjekin, është hedhur beton. Ku e gjen të drejtën ky zotëria që betoniere, makina pompimit të betonit në mes të qytetit të vinë dhe të bëj betonim të ambienteve sportive? Kush ja ka dhënë këtij të drejtën? Dhe këtu jeni përgjegjës ju kryetar, që nuk keni bërë të mundur nëpërmjet institucioneve tuaj në varësi të keni kontroll absolut mbi qytetin, sepse është shumë e vërtetë ajo që tha ai, për një tend këtu qytetarët vënë e bredhin prokurorave dhe polici, dhe ky zotëria pa ju bërë syri tër, hedh beton në mes të ditës në të dy anët e fushës dhe atje nuk është sasi betoni kështu e pakonsiderueshme. Mund të jenë 10.000 metra katror beton që është hedhur në stadiumin Flamurtari, pa një leje dhe nuk e di me bekimin e kujt. Shpresoj shumë, zoti Dredha, që ju të mos jeni bashkautori i hedhjes së këtij betoni pa leje në stadiumin Flamurtari, të bëni me institucionet tuaja përkatëse verifikimin e kësaj që unë po them, dhe nëse unë gaboj ose them një të pavërtet, janë përsëri qytetarë dhe ju ftoj juve që edhe publikisht të më përgënjeshtroni për të që po them. Ka hedhur beton brenda stadiumit Flamurtari, pa një, po të lutem më ta mbaroj se unë s'fola fare. Në rregull, jo, po kemi një afat kohor që. Tani, po s'ka kohë këtu se këtu jemi për të mirën e qytetit. Se kaluam te betoni, domethënë dolëm komplet nga. Po se është pikërisht kjo kompania që kërkon shtyrjen e afatit, ka filluar që tani të hedhë beton pa marrë lejen. Se kur marri ato lejet për kulla edhe për ato zhvillime le t'i hedhë, se ato pastaj janë të paktën kështu zyrtarisht edhe ligjërisht do kenë leje për të bërë efekte punimesh, po duke hedhur beton pa një leje, kjo është shkelje. Kur qytetarët, thash edhe një herë, rendin në dyert e prokurorive dhe të gjykatave dhe të policisë për një tend apo për një dritare. Kjo është e pafalshme. Unë, i nderuar zoti kryetar, me gjithë dëshirën e mirë që do kisha për ta votuar këtë projekt vendim, ashtu siç tha dhe ju për të mirën e Flamurtarit, kurse si për të mirën apo për favor të këtyre personazheve që përfaqësojnë prej shumë kohësh një emblem të qytetit ton sportive, do doja në të njëjtën kohë të rriqa vretje edhe sekretarit të Këshillit, i cili së bashku me këta këshilltarë që kanë propozuar këtë projekt vendim nga ana ligjore, nderuar zoti Daud, ky neni 94 që citoni ju në këtë projekt vendimi mbi bazën e propozimit të këtyre këshilltarëve, në pikën 2 të tij, për të qenë korrekt, thotë projektaktet e propozuara nga këshilltarët, grupet e këshilltarëve apo komisionet e përhershme përgatiten nga sekretari mbi bazën e vlerësimit paraprak financiar. Të lutem zotëri, ky projekt vendimi që ke sjell, se je ti ai që e ke sjell në këtë këshill, më thuaj ku e ka vlerësimin paraprak financiar dhe unë do ta votoj pro, jam i gatshëm. Ja ku e kam kartonin, sepse të lutem, po mos e sill pasaj, se këtu nenin e ke shkelur ti zotëri. Ke sjell Të lutem, Daud, hape neni 94.2 qatë të thot. Nuk ka element financiar. Dhe njerë, po pasyrën financiare të jetë detyruar, sepse me që se po flete zotë Juseni, që është antari këshillë mbi qyrës, ka detyrimin që çdo 3 muaj këtë këshillë ta informoj për ecurinë e atyre
Për ecurinë e kësaj kompanisë të cilën ne si antari i Këshillit Bashkiak e kemi mandatuar çdo 3 muaj, edhe këtë ta ka shkelur. Por aty ku ndaroj unë zotri mos fol. Jo, se jemi për ta sqaruar. Jo, jemi debat, nëse mi ka. Më thuaj çfarë tregus buxheti. O zotri, kur ta mbaroj unë këtë drejtën e fjalës, ti kundërshtoj këto që po të them unë. Dhe një herë. Në jeni 94 që ti zotri e ke parë të projekt vendimin, të thot që në momentin që këshilltarët, 5 kolegët tanë kanë paraqitur këtë kërkesën, të thot duhet paraprakisht me një pasqyrë financiare. Kush është pasqyra financiare? Se u allakatëm Shqiptar kur pyeti zoti kushta. Edhe zoti Demiri si drejtori juridik, drejtori i përgjithshëm, u përpoq të jepte një vlerë aty deri diku, po nuk kemi një pasqyrë financiare. Këshilltarët nuk e dinë zotri, kjo kompania që është pronë e Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak. Qa vlerë financiare ka orë? Sa borxhe ka 82, 83? S'ka si borxh shumë mirë. Ti japin votën këtij zotris, ti themi faleminderit, si thoni juve. Po kur ti më sjell të projekt vendimin dhe thua ky projekt vendim bazohet mbi rregulloren e Këshillit Bashkiak në 94, lexojë në 94 nga fillimi në fund se nuk fillon në 94 dhe mbaron te pika 1, është dhe pika 2, në cilën thuhet kur këta e propozojnë duhet dhe një pasqyrë paraprake financiare. Ne s'dim asgjë, kemi 12 vjet që themi o shqyqy që doli ky që po na shpëton. Dhe unë këtë i nderuar nuk mund ta kuptoj, sepse për fat mirë dy gjëra këtu nga ky këshill, besoj se gjithë ata që edhe këta që rinë edhe nuk ndihen, do t'i mësojnë në përfundim të këtij këshilli. Po ne nuk mund ta bëni për budallin, të kërkoni votën tonë, për të miratuar një projekt vendimi i cili është krye kaput antiligjor. Dhe unë nuk e kuptoj pse ju duhet pranoni që në këtë këshill të vinë projekt vendime antiligjore. Pas ka dal njëri atje marka përunde PS-n e Vlorën e Këshillit Bashkiak. Çfarë propozoni, të lutem ta përmbledhni? Që të tërhiqet ky projekt vendimi, të sillet pasqyra financiare, propozoj unë. 1 minutë. Të hapet procedura për ankandin, të bëhet të filloj procedura për ankandin dhe ky të vazhdoj me një afat kohor të përcaktuar, jo të papërcaktuar. Kush është ky? Të papërcaktuar. Ju ishin nga shtuar Oreksi këtë zotë. Mirë, zoti Hoxha, mirë, të falenderoj për fjalën. 1 minutë ta sqaroj sepse është them publik. A ke fikur? Në rastin konkret, ne nuk kemi asnjë tregus financiar që lidhet me këtë projekt vendim. Pra nuk kemi bërë, këshilltarët nuk kanë bërë një kërkesë për fonde që do të preknin buxhetin e bashkisë dhe sipas nenit që pikës që i referoheni juve, që do merresh miratimin nga kryetari i bashkisë. Në këtë rast është thjesht procedurë ligjore. Të shtyhet afati, kaq është me afat pa afat është tjetër gjë. Dhe i është drejtuar drejtorisë juridike. Projekt vendimi i është drejtuar drejtorisë juridike dhe drejtoria juridike sepse e ketë pika 5. Prandaj është i ndarë në disa pika në 94. Në këtë rast drejtoria juridike është përgjigjur dhe të është dërguar dhe përgjigja me email. Jo, jemi të qartë, nuk ka asnjë tregues që prek buxhetin. Jo, po qa më thot pika 5. Ska, por nuk ka pra. Kjo pasqyrë paraprake, se që kanë të tretët është tjetër gjë. Bashkia në këtë moment nuk po prek asgjë në buxhet. Kaq. Po kjo, do me thënë, kjo kontrat nuk të prek gjë në buxhet. Është tjetër gjë. Është tjetër. Çështja analizë, është çështje. Po e qartë, është çështja analize kjo administratës. Është tjetër gjë kjo. Jo. Po flas për projekt vendimin, nuk është kërkuar buxhet. Pik. Me këse tërti thati që kam pikë të unë jam me ata që të jepet një mundësi dhe kryetari të japi dhafin që ne të jo pa afat nuk ka se nesër se kryetari dhe 2 vjetësh pa afat jala dhe ati tjetrit. Po mirë, inshallah ta mbaj. Po flasim që zgjedhjet vinë për 2 vjet. Gjë, o Koli. Jo, unë një të fundit. Kryetar, nuk e kam atje. Po të bëj. Gjë. Gjergji. Çfarë propozon zoti Kushta? Në radhë të parë, unë e thash, dëshirojmë që flamurtarit të eci, po të eci në baza ligjore dhe të drejta, të vinde një pasqyrë që unë, përfaqësuesi të RK-s dhe Atlasit që kam të pasqyrë
ekonomike, të për këto, ju si këshilltar keni për detyrë, i shikoni dhe vlerësoni. Unë të për një pyetje kryetarit, Dorit dhe miqve të bashkisë. Nesër dalin aksionet dhe e fiton firma e Gjergjit, Flamurtarin. Po është Gjergj Kastrioti, jo Gjergj Nikare. Gjergj Kastrioti thema, jo Gjergj Nikare. Kryetar, nesër këto borxhe të kujt janë? Nesër kryetar fitoi një firmë tjetër aksionet, borxhet kush i paguan? Kjo është fakt pyetje që ka që ka dhe duhet këtë një bazë ligjore të fortë në momenti që u përgjigjem, sepse nuk jam këtu për premtime që nuk patjetër. Po bravo. Ajo duhet parë sepse në fund kam përshtypjen bëhet një marrëveshje paraprake kur merren këto përfshihen të ai të blersi apo jo. Po, zoti Gjeri. Ja, unë një pyetje kam, kryetar. Ju doni që të privatizohet Flamurtari apo jo? Po. E keni vullnetin për ta bërë këtë punë apo jo? Atë ti thua shitet të rritet në kamp për aksionet. Patjetër, unë të kam thënë që ditën e parë. Po, pra po. Po si ka mundësi që kemi mbledhja e tretë kjo, dhe ne dëgjojmë të njëjtën këngë, që nuk kanë mbaruar procedurat. Po s'kanë mbaruar, pra se nuk ka që... Jo, s'ka lidhje. Të kuptoj, unë pyet një po ja beja kryetarit, e keni vullnetin dhe e keni detyrim ligjor. Ore. Në qofse në tetor, u ka ardhur pjesa nga kompania që keni, nga firma që keni audituse, nga tetori deni qershor u a bëri pyetjen dhe zoti Kushta. Administrata juaj nuk kishte kohë për ta mbyllur këtë problem? Ja, Dori, çka kemi bërë nga tetori deri më sot? Është mbledhja e tretë që ne jemi te e njëjta këngë. Po, drejtor. Si jemi as mikrofon Dorit, ma lini kështu si jetim. Të lutem kaloja mikrofonin drejtorit edhe zoti Arap jep mikrofonin zotit. Për pjesën që jemi prapë në vend, që nuk kemi bërë asgjë nga mbledhja e vitit kaluar, ku kemi shtyr afatin dhe me një vit me mbledhjen aktuale. Praktikisht ne kemi një raport vlerësimi, dhe siç tha dhe vetë kryetari, siç tha dhe drejtuesi i komisionit juridik, kemi një vlerë paraprake, por dhe audituesi ligjor, edhe kompania audituese janë shprehur me rezerva për sa i përket debis, që do të thotë i gjithë informacioni nuk është i saktë. Nga ana jon, po përdorim të gjithë i plot, më fal se po e korrigjoj, më fal. Nuk është i plot. Për këtë arsye po marrim të gjithë, po përdorim gjithë mekanizmat për të saktësuar shumën, që raporti do të sjellin për miratim. Pranë Këshillit Bashkiak, çfarë po bëni? Çfarë mekanizma po ndiqni ju që të kontaktojmë me kompaninë dhe me ato shoqëritë përmbarimore, të cilat po ti shikoni janë të shprehura edhe tek ekstrakti, janë disa detyrime që nuk janë të pasyruar në pasyrat financiare. Kemi komunikim, po shoqëritë përmbarimore kanë detyrimin të kthejnë përgjigje, sepse dhe ato vetë si interes të tyre, edhe ato vetë nuk dhe ato vetë shoqëritë përmbarimore kanë interesin që të mbledhin detyrimin, dhe për sa kohë ne si pronar, po themi, si përfaqësues Atëre, fjala për zotin Bilbilaj. O kryetare, të mbarojmë drejtori. Po përdorim të gjithë mekanizmat për të saktësuar vlerën, që raporti që do të sjellim këtu të jetë i saktë. Në kuptimin që të kemi vlerën për sa i përket logos, të kemi dhe vlerën e debis. Raporti do rishikohet përsëri, sepse
kur bëhet vlerësimi, vlerësohen edhe të gjithë titujt. VKM-ja që të udhëzon ose tregon procedurën se si bëhet një vlerësim i një aseti të patrupzuar, njëra nga pikat e saj është dhe vlerësimi i titujve sa ka fituar ky subjekt. Duke qenë se jemi shpallur kampion dhe për të vit automatikisht vrera do të rritet, kështu që do të bëjmë dhe një rishikim të emrit të mirë. Si? Si e kam fitove, je ngjitur në kategorinë është po. Se nuk e ndjek kaq shumë flamurtari, nuk e ndjek kaq shumë. Po, fiks. Është ngjitur një kategori më lart dhe pjesëmarrja normalisht automatikisht e rrit vlerën e klubit, e cila është dhe në raport me kontratat e reja që do kenë lojtarët. Mirë, faleminderit drejtor. Fjala për zotin Bilbilaj, më pas për zotin Gjyeri. Vetëm ju lutem për mblidhini sa më shkurt komentet. Po, faleminderit kryetare për fjalën. Unë diskutimin tim në fakt më të gjerë dhe më të plotë e kam bërë në mbledhjen e komisionit juridik, dhe kështu që nuk do t'i përsërit ato, e kam thënë mendimin tim atje. Gjithashtu nuk do të përsërit edhe shokët që parafolës, kolegët. Por në respekt të ligjit 79/2017 dhe të ndryshuar me ligjin 105/2020 për sportin, ku në 79/2017 në nenin 22 të ti thuhet që procesi i privatizimit ose i dokumentacionit për privatizimin e shoqërive të futbol klub Flamurtarit në këtë rast duhet të përfundonte brenda vitit, por në shpjegimin që japin kolegët në relacionin e tyre, thuhet midis të tjerave që në momentin e parë nuk u kap ky afat i hyrjes në fuqi të ligjit me kërkesën që kishte koha për të filluar aktivitetin sportiv futbol klub Flamurtari. Në këtë rast, me fjalë kërkesa për shtyrjen e kontratës ishte më se legjitime dhe pastaj vazhdoi saga edhe më mbrapa. Megjithatë, si nga ana sportive edhe unë jam pjesë atij grupi të madh tifozësh që gëzuan me ngritjen në elitën e futbollit të shqiptar të futbol klub Flamurtarit dhe uroj këtij klubi legjendar të eci në gjurmët e Flamurtarit të madh të viteve 80-90, por në pikën 1 të projekt vendimit lënia pa afat e kontratës së financimit, mendoj që nga ana juridike nuk shkon. Duhet ta saktësojmë këtë, ose siç ka qenë deri tani, ose 2 vjet, ose sa vite i duhen administratës për të përfunduar, por pa afat nuk mund të lihet. Mirë, faleminderit i nderuar zoti Bilbilaj, zoti Gjyeri. Po. Peace, victory. Churchill e ka shpik. Po. Tani, pra pas një viti na vjen shtyrja e kontratës për Flamurtari Futbol Klub SHA. E kemi shtyrja 2 herë me nga 1 vit, tani bëhet një modifikim, e kërkojnë pa afat deri në përfundim të procesit privatizimit të shoqërisë Flamurtari Futbol Klub SHA. E para njerë unë çuditem. Ne na i paraqisin sidomos këtë ngritje në kategorinë superiore, Super League, sikur është në një histori suksesi kjo e Flamurtarit. Flamurtari ka një 3-4 vite, 5, që kur e ka marrë ky administrator, e ka bërë leck Flamurtarin. Dhe tani, shi çfarë bën, psikologjikisht, të gjithë ne, ky zotëria na thot, e shikon çfarë përparimi kemi bërë. Ishim 2-3 kategorinë poshtë, kemi vajtur te Superliga. Në fakt ky kur e mori në fillim në Superligë mori dhe vend 2. Kjo e para, nuk është një histori suksesi nga momenti kur e ka marrë ky administrator, përkundrazi. Mos ta sillni si histori suksesi, shqyr që ka bërë këtë përmirësim Flamurtari. Çfarë po thoni? Kjo e para një. E dyta, pa afat mua më tingëllon keq deri në privatizimin. Pse pa afat? Ne s'kemi asnjë pasqyrë financiare, ne s'kemi informacionin për katës. Zoti Juseni, përfaqësuesi i Këshillit Bashkiak,
si antar i Këshillit Mbikëqyrës e ka detyrim të bie çdo 3 muaj një raport. Ne nuk dim çfarë bëhet me këtë klub. Nuk e kemi idem fare. Më thot, Doriani thot që shiko, do të vinte ajo pasyra financiare, por janë disa detajet të paqarta. Sa po e the? Nuk shiplot the, ç'a the? Po ç'a the? Që nuk dim borxhin apo jo? Debin. Po sa e the? Pas saktësi, ndo saktësojmë? Bukur, bukur. Shumë je në rregull, je shumë në rregull. Debia në fund fare, sikur ky ta lër flamurtarin, takon ne si bashkia apo jo. Kështu që ne duhem të dim çfarë ndodh me këtë shoqëri. Ne nuk dim, s'kemi asnjë informacion, zero. Me arrogancë ky nuk bie asnjë letër. Fare, asnjë informacion. Dhe shty zvarit, shiko se ashtu shki muhabet. Dauti na thot, po ç'a ti bëjmë ne, se ka bërë gati pasurinë financiare, s'kemi ç'a ti bëjmë. Ta kalojmë kështu dhe madje t'i japim pa afat thot. Jo, ja ta mbaroj unë, pasi ta mbaroj unë. Dorian, mund të ketë borxhet fshehura, ti e ke shumë të qartë tani, po lere tani. Jo, Dorian, mund të jenë borxhet fshehura. Edhe një herë, ne duhet të kemi informacion mbi këtë shoqëri? Po jo. Ne s'kemi asnjë informacion. Errësirë totale. Vjen shtyeni dhe i vit, se ashtu shi muhabet e tjera. Dhe ta mbylla kryetare. Unë kam përshtypjen që qëllimi finali këtij administratori nuk është fare flamurtari. Janë ato kullat, stadium me kulla me stadium, ai është qëllimi final. Se ka fare mendjen ky as te flamurtari e ka te kullat. Mirë, faleminderit zoti Xhyeri. Atëherë zoti. Kështu që unë them ta votojmë kundër. Pastaj zoti Belaj. Mirë, faleminderit. Po, zoti Aliaj. Faleminderit. Faleminderit zonja kryetare. Unë nuk e shikoj me këtë sy që po e shikon zoti Xhyeri. Ne jemi duke folur për flamurtarin legjendar, i cili u bë legjendar sepse hyri në Super League. Dhe kjo është si fal investimeve dhe vullnetit të shoqërisë që ka në administrim. Po nuk mund të flasim pa fund dhe të kalojmë edhe në emra të përveçëm për një investim që firma ka kryer te Sport Klub Flamurtari, sepse po mos ta kishte kjo firmë, po ta kishte Bashkia Vlorë, që të gjithë këtu e kuptojnë që do ishin në këtë qytetin tonë, do ishin më pak investime në infrastrukturë, do ishin më pak të përkthyera në shërbime, kështu që duke qenë se Bashkia Vlorë nuk ka asnjë lloj investimi, qoftë edhe në këtë rekonstruksionin madhështor që është duke bërë në stadium, po edhe në terenet sportiv, kostu e Bashkisë Vlorë është zero. Tani s'mund të kapemi pas një, ose më mirë them të fajsojmë firmën për një punë që nuk e kemi mbaruar ne. Edhe ja edhin firmës pse firma nuk po e privatizon, pse kërkon shtyrje, ko diun se çfarë. Bashkia e Vlorës ka marrë iniciativën edhe është duke pasqyruar të gjitha tabelat financiare, të cilat do t'i mbarti deri në privatizim. Kështu që këtu nuk ka as hiqje në detyrime, as shtoje në detyrime, thjesht është një afat që duhet patjetër që ne t'i japim mundësinë flamurtarit që të vazhdoj, inshallah, të dali edhe kampion. Kështu që unë mendoj që ky projekt vendim duhet të hidhet në votim, edhe nuk ka nevojë për vazhdimsi. Faleminderit zoti Aliaj, fjala për zotin Bela dhe kalojmë votim. Të nderuar kolegë këshilltar, me sa po shikoj këtu, po e keni vetëm mendjen te flamurtari, nuk dëgjova thot në llaf njëri për Sha Futboll Orikun. Kur më fal pak. Orikumi ka 2 vjet para që ka ndalë aksionet e Sha Futboll Orikumit në shitje. Edhe kur s'ka mbaruar Orikumi akoma për të bërë le flamurtari
Unë dhe jam i mendimit që këti zotërisë që administron flamurtarin të japë shtymë për 10 vjetë. Se ko do vim pra vitin tjetër në këtu, se erdhëm vjetë, erdhëm si vjetë, erdhëm... Këputja në një pa afat ati. Unë dua të di nga Dori, qa do bëhet me deri në privatizimin e plota aseteve të futbol, futbol Orikumit, kush do t'i paguaj, sepse është një ndërmarrje që e ka administron bashkia. Kush do t'i paguaj ata zotrit deri ditën, se a mund të vazhdoj anganti 2 vjetë, 3 vjetë. Kampionati fillon dhe për Orikumin tani, ju nuk fillon për flamurtarin, që jemi në merak për flamurtarin qa do bëhet. Kush këta lojtarët e tani në shtator fillon kampionati, kush do t'i paguaj futbol Orikumin, kush do në lek, sepse gjithë ky vit që kaloi, Orikumi mori 66 milion lek. Ndërkohë që shpenzimet i dim gjithë sa janë. Duajmë përgjigje, kush do t'i paguaj? Kush do i paguaj lekët e Orikumit si vjet në këtë kampionat që fillon tani shtator? Deri në privatizim, ose kishin mbaruar privatizimin. I thoshte zotri privatizimin mbaroi, dolën aksionet në shitje, e blau filanin, mbaroi procedura, edhe bë çfarë duash. Kush do ta paguaj Orikumin tani si vjet? Atëherë, përsa i përket pjesës së përfundimit të procedurës shitjes për Futbol Klub Orikumi, jemi në fazën përfundimtare, jemi duke përfunduar përcaktimin e specifikimeve dhe kritereve të nevojshme për firmat ose për subjekte që do të aplikojnë në momentin që ne do bëjmë shpalljen publike. Përsa i përket financimit në vazhdim, duke qenë se procedura do të mbaroj shpejt, praktikisht bashkia, siç ka gjetur zgjidhjet deri tashmë, do të gjedhë zgjidhje tjera për financimin në vazhdim të klubin, qofse do të jemi në atë fazë që s'do ketë përfunduar akoma procedura. Po praktikisht mendoj se do të mbaroj së shpejti, do të bëhet shpallja. Faleminderit. Faleminderit. Po zoti Nika, se e mbylla diskutimin se dolët yrët dhe yrët, po kështu që të lutem përfundoj se do kalim votim. Po se nuk yrët dola, po më ke pa 7 herë, një herë. E unë mua shumë ma shëmbëlleve. Shiko figurën. Tani, e para njëherë për sa i përket pjesës financiare që tha dhe zoti Kushta, ajo është detyra antarit mikqyrës që neve caktojmë si Këshill Bashkiak që çdo 3 muaj për të na bënë një raport të tillë. Duhet kuptojmë një gjë nga ana financiare. Çfarë nuk kupton privatizim, se mos vallë kuptoni privatizimin e aseteve. Privatizohet logua, privatizohet bluza, privatizohen gjërat e tjera që nuk është se bëjnë në një sens të madh. Tani, emri privatizohet. Tani, pjesa, me sa di unë, raporti që është dorëzuar nga studia auditimit, raporti ka thënë në fund që e dorëzoi këtë raport me rezerva. Unë do kisha një propozim, ja kam thënë edhe në komision drejtorit juridik edhe financës, që studia e auditimit që është lokale, të merret një studio shtesë që të jetë studio më e madhe, të jetë Deloitte, KPMG, kush mund të jetë nga këta, që të bëjë një raport më të audituar, sepse ata do auditojnë 30 vjet, 20 vjet, 15 vjet, nuk e di sa do jetë koha auditimit. Pasi mos ta mbyllim gjën lokalisht, se po e mbyllim gjën lokalisht do ngelemi në kuadrin lokalisht. Unë jam dakord që t'i shtyhet pa afat. Sepse po bëjmë një muhabet vit për vit, edhe po turprohemi, po dëgjojmë gjërat historira, po dëgjojmë gjërat llafe, le t'i shtyhet pa afat. Siç e ka nisur ta bitisi atë pjesë edhe të vënë finale. Kur të privatizohet, shkëputet pastaj pjesa e afatit. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Kalojmë votim pro. Çfarë komenti ka? Po jemi në votim, po. Kishe fjalën zoti Hoxha 15 minuta. Pa më na thuaj. Shumë faleminderit. Zonja kryetare, tani te ky projekt vendim që kanë sjellë të nderuar kolegët tan, thotë të shtyhet afati deri në përfundimin e procesit. Ndërkohë, te pika 4, pasi përcaktohen antarët e Këshillit Mbikëqyrës, thohet kozgjatja e mandatit të antarëve të Këshillit Mbikëqyrës është 1 vit. Tani këta prapë pas 1 viti do vinë këtu që të përcaktojmë ca antarë të Këshillit Mbikëqyrës? Po janë 2 gjëra të ndryshme, apo? Edhe një herë, zonja kryetare, ky është një projekt vendim që ju keni sjellë dhe thoni shtyrje pa afat. Ndërkohë, po ky projekt vendim përcakton një afat 1 vit për Këshillin Mbikëqyrës. Nëse ky Këshilli Mbikëqyrës, zonja kryetare, pushon se ekzistoi, pushon edhe kjo kontrata që bëjmë. Se tani ne do bëjmë leksione këtu, s'kemi çfarë bëjmë, jemi të detyruar. Po meqense ky projekt vendim ka këto pasaktësi, unë ju këshillova në fillim ta trishni, ta saktësoni dhe pastaj ta risillni.
Me që se keni bërë këto, ose këshilltarë që kanë firmosur, nuk e di që ose ka në një ide tjetër. Në një ide tjetër. Dakor? Nga ana ligjore po themu, i vazhdoni. S'ka problem. Nga ana ligjore sekretari thotë që s'ka lidhje. S'ka problem, në rregull. Këshilltari dhe një vit del në pension. Pro, kalojmë votim pro. Njëzet e 8 pro, 5 kundra, 1 abstenim, 2 abstenim, asnjë nuk mbeti pa votuar, kështu që miratohet. Prevendim për miratimin e projektit fillestar të PBA 2026-2028. Drejtoria e Financës e do fjalën apo kush e dëshiron fjalën? Nga administrata. Ska koment? Ka dikush për PBA-n? Po, zotinika. Hajde ka moçka që e ka lënë mbledhja 11 vlla, më thuj mua në avdiqe, do të mbaruar. Atëherë, unë kam një pyetje për drejtorin e financës. Tek PBA-ja, rekomandimet që ka sjell Ministria e Financave janë njësoj siç kanë qenë te PBA-ja e vjetshme. Në momentin që janë të njëjtat rekomandime dhe nuk ndryshon asgjë, si mund ta kuptojmë? Se kur ajo Ministria e Financave bie çdo vit të njëjtat rekomandime, i bie që këta nuk i zbatojnë, nuk i bëjnë, nuk i rregullojnë, nuk i sistemojnë. Këtë pyetje kam për pjesën e PBA-s. Pjesa tjetër pastaj janë shifra që ato do duken në pjesët e tjera të buxhetore. Faleminderit. Atëre, kjo është vetëm faza e pare e PBA, siç e bëjmë çdo vit në këtë periudhë. Ata sjellin rekomandimet ministria, pasi ne dorëzojmë projekcionet tona si administrat dhe ndodh që rekomandimet janë të njëjta. Pse? Na lë kohë ne të reflektojmë që në fazën e dytë dhe në fazën e tretë ti kemi të saktuara. Këto janë parashikime gjithmonë. Ka komente tjera? Nuk ka, kalojmë votim pro. $32 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, 4 nuk morën pjesë në votim, miratohet. Prevendim për disa shtesa dhe ndryshime në VKB numër 111 datë 27/12/2024 për buxhetin e bashkisë për vitin 2025 i ndryshuar. Ky është një prevendim që dhe në komision kaloi pa probleme, thjesht po japim miratim, kështu që kalojmë pro. $33 pro, asnjë kundër, 3 nuk marrin pjesë në votim, miratohet. Prevendim për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin e disa pasurive në pronësitë Bashkisë Vlorë. Ka koment drejtori apo përkatëse apo kush e dëshiron fjalën? Po jemi tek pika 11. Drejtor? Po, patjetër. Po, fjala për. Atëherë, normalisht pranë jush kemi sjell një projekt vendim për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin e disa pasurive në pronësitë Bashkisë Vlorë. Konkretisht këto pasuri janë në rajonin 2 dhe në rajonin 3. Normalisht është një procedurë standarde që në vetvete kërkon ose më saktë kërkon që si pronar të ardhshëm, Këshilli Bashkiak duhet pyetet për fillimin e transferimit të pasurisë. Pra pasuria kalon nga pasuri në zëri kadastral që është 8 do të kalojë në pronësi të Bashkisë Vlorë, që jep dhe mundësinë bashkisë që atë ta përdori dhe ta shfrytëzojë për në funksionet saj të deleguara, për ofrimin e shërbimeve publike, për infrastrukturën e nevojshme për komunitetin, rritjen e kapacitetit vendore për administrimin dhe përdorimin efikas të këtyre aseteve publike. Praktikisht kërkoj të bëj dhe një saktësim për sa i përket të 3 pasurive. Normalisht për pasurit me numër 3679 dhe të pasurisë 3676,
procedura parashikon që kur dërgojmë kërkesën pranë Këshillit Ministrave për transferimin e pasurisë, kërkon të përcaktojmë dhe objektin e aktivitetit. Nga ana e drejtorisë urbanistikës, bashkëpunim dhe me administratën, është vlerësuar që kjo pasuri do të ketë si destinacion fundor të saj nëse i gjithë procesi do të përfundojë, destinacioni përfundimtar i saj do të jetë vetëm për ambiente rekreative, që mund të jenë ambiente për moshat e treta, ambiente për fëmijë, do të jetë vetëm në funksion të këtyre llojeve veprimtarive dhe nuk do të ketë asnjë lloj varianti tjetër për sa i përket destinimit përfundimtar apo bashkia të hyjë në marrëveshje me investitor apo ku diun se çfarë. Ndërsa për sa i përket pasurisë së tretë, normalisht është vlerësuar që për vendodhjen ku është ti nështrohet procedurave qoftë për sa i përket zhvillimit në formën që sapo diskutuam më lart, qoftë edhe për investitorë të ndryshëm të cilët mund të kërkojnë të kërkojnë nga bashkia që trajtohet si pronar i trollit në Përshëndetje. Në fakt për këto numër pasurish është bërë pak debat dhe kam parë disa artikuj dhe online dhe nisur nga fjala e drejtorit doja të thoja që mua më vjen mirë dhe uroj vërtet që këto hapësira të shfrytëzohen si për sipërfaqe argëtuese sepse qyteti jon vuan, sidomos brezi i fëmijëve ka pak vështirë të dalin nëpër lagje dhe të ketë hapësira argëtuese. Por jam në dieni që e para në një nga këto kemi pas ndërhyrje nga IKMT-ja. Dje ka ndërhyrë IKMT-ja dhe ka shëmbur një objekt pa leje. Gjithashtu ka një mos përputhje të metrave që kërkohet dhe metrave të pretenduesve ose të pronarëve të këtyre sipërfaqeve. Tani, në këtë situatë konflikt interesi, le themi, të atyre që duan të investojnë dhe atyre që pretendojnë që janë pronar, nuk do duhet ndoshta të prisnin një herë të qartësohej situata nga procesi gjyqësor dhe pastaj vepronim ne? Kjo është pyetja ime. Atë Faleminderit. Për sa i përket pasurive që për të cilat ne kërkojmë bashkëlidhur projekt vendimit, ju kemi vendosur dhe gjendjet juridike, që pasuria është shtet dhe aktualisht nuk ka asnjë kufizim që ne si bashki të kalojmë ta bëjmë pronën tonë dhe ta kalojmë ashtu siç tham ta përdorim në funksion të komunitetit pa qëllime të tjera siç është përfolur në media. Dhe objekti i kërkesës tonë pranë kryeministrisë do të jetë kjo pasuri do të përdoret vetëm në funksion të komunitetit për ambiente rekreative. Dhe siç e tham mund të jenë vetëm kjo është, nuk ka asnjë lloj s'ka pse të ketë dyshime apo e themi qartë dhe kështu do jetë kërkesa sepse ajo do pasqyrohet edhe në vendim dhe s'ka si të jetë ndryshe. Të gjithë pastaj hamencirat e tjera që ka probleme, ka çfarë ka bëri IKMT-ja nuk janë pjesë e kësaj procedure. Jemi akoma në fillesat e procedurës. Qeveria vetë ose Këshilli i Ministrave kur ta marrin në shqyrtim kërkesën, nuk është e thënë se do ta pranoj. Vetë qeveria mund të ketë interesa të caktuara për atë zonë që nuk përputhen me interesat e zonës. Mund të bëjë, mund të dojë të bëjë një parkim të madh, nuk e di se çfarë mund kërkoj të bëj. Ndërkohë që ne thjesht po kërkojmë nisjen e procedurës me objektin përkatës për sa i përket mënyrës së zhvillimit. Vetëm kaq po bëjmë. Nuk po tjetërsojmë as pronë as gjë. Tani më vjen mirë që për dy parcela arsyeja që nga për interes të lartë publik. Pikëspari drejtor, unë kam një pyetje njerë. Të gjitha projekt vendimet kur na vinë si dhe ajo e rrugëve ishin përkatësisht me hartat përkatëse. Te ky projekt vendim e kam kërkuar edhe gocës atij edhe sekretarit, hartat mungonin. Ky dokumentacion të na vi më i plot njerë. Çdo certifikat, ju e dini shumë mirë, ka certifikatën, kartelën dhe hartën. Harta ne nuk na ka ardhur. Domethënë ne nuk e dini pozicionin, po kjo është pjesë për juve. E dyta. Përveç se gjendjes juridike që jeni marrë në ASHK, nga Komisioni i Kthimit Pronave, keni marrë ndonjë informacion, a ka ndonjë vendim njëjtje për këto? Për këto parcela? Të sqaroj. Nuk na bën pronar vendimi që do marrim sot. Unë kuptoj shumë mirë që... Jo të pasjaroj të ambaroj sqarimin. Do të dalë një vendim i Këshillit të Ministrave. Për para se të dalë vendimi i Këshillit Ministrave, kërkesa jon i drejtohet drejtorisë përgjithshme të kadastrës, e cila bën të gjithë procedurën e verifikimit. Nuk e bëjmë ne thjesht shprehim dëshirën. Ata pastaj e bëjnë të gjithë procedurën.
Më falë, se po flasulë. E kuptoj këtë po thua. Nuk do të ishte më mirë që ju ta menit informacionin. Se dhe radhën e pare kemi diskutuar. Po them, ne thjesht sot për vem, se po e marr rastin, po marr bashkëshorten dhe po i them do blejmë një shtëpi dhe do vem te noteri. Dhe noteri kryen të gjithë hapat për të verifikuar gjendjen juridike të pronës, nëse ka sigurim drejtor të kuptoj. Po kam përshtypjen që ju si zyri bili shkurt, meni gjendjen juridike. Nuk i bjen shkurt. Po, nuk i bjen sepse nuk u kushtonte asnjë gjë që të merrit një informacion nga Komisioni i Kthimit të Pronave. Nuk e kam tagrin ta kërkoj. Ka vendime njojtjes për këto parcela. Nuk e kam tagrin ta kërkoj. Ka që janë procese gjyqësore për këto. Sepse në një farë mënyrë, nëse edhe vendimi i Këshillit të Ministrave del dhe pronarët që kanë njojtje las a priori apo janë në procese gjyqësore, bëhet shpallje publike për këtë gjë. Nuk funksionon kaq kollaj. Vajten letrat atje dhe kryen gjitha. Në ligjin 2020 është e përcaktuar që Agjencia Shtetërore e Kadastrës kryen të gjithë procedurën. Nuk ka ku ne s'kemi tagrin ta kërkojmë gjë të tillë. Nuk e bëjmë dot. Po përse nxitojmë neve? Këtë s'po kuptojmë. Përse po nxitojmë neve? S'po nxitojmë kur ne sepse edhe shpalljen publike mund ta bëni. Po nuk e bëjmë ne, e bën ai që na jep titullin e pronësisë, nuk e bëjmë ne. Okej, mirë, kuptova. Unë kam përshtypjen që juve përtoni ose nuk doni që një shkres çfarë kam pas kësaj? Pse nuk duam? Ka ndonjë gjë? Ato do ta shikojmë kur bëhen vendimet e dyta. Po patjetër ne po e shprehim qartë. Për këto dy parcelat e para, ne po e shprehim qartë që do jetë vetëm që na dha fjalë. Për parcelën e tretë do ta shikojmë se çfarë vendim. Ora se gjithë kishim dyshime edhe nga çka kemi lexuar, por nga sa dëgjova nga drejtori, sidomos për një parcela, dy parcela nuk jam i saktë të përfolura. Drejtori bëri edhe një propozim shtesë për të dhënë garanci, jo vetëm këshilltarëve, por të dhënë garanci dhe komunitetit. Ne i kërkojmë këto, thotë, figurojnë shtet. Dhe meqense figurojnë shtet, me VGM përkatëse çfarë shtet në territorin e bashkisë, i kalon bashkisë. Na jepni dakordsinë që të bëjmë kërkesën që këto nga shtet qeveria t'i transferojnë në bashki. Dhe që mos të heqin gjithë ato aludimet që do i jepet, do t'i tërsohet, do bëhet, po thot ne do e bëjmë edhe po u propozojmë që ju ta miratoni për interes të lartë publik. Që do të thot, na jepni jo vetëm dakordsinë, po na jepni dakordsinë dhe na detyroni me vendimin e sotshëm që këto dy parcela kur t'i kalojnë bashkisë po i kaluan, pra pasi bën gjithë ato procedurat e verifikimit, se mund dali pastaj që kur bëhet procedura dali tjerë me radhë, dhe të thot ne vëm kushtin që kur na transferohen me kushtin që do përdoren për ambiente rekreative. Më thjesht do përdoret për një park publik, për një kënd lojrash për fëmijë, atje me radhë. Nuk ka ndonjë, kush e di se çka këtu, po kërkohet dakordsia këtij këshilli ta marrim këtë pronë shtet, ta bëjmë pronë bashkiake, ta kthejmë në parkim po na i dhan. Kaq. Po ose ç'a. Ora te parcela e tretë dal ta marrim një herë dhe këtu do vi do e miratosh ti dhe parcelën e tretë, se miraton do tas kryetari i bashkisë as Doriani, ta siguroj, se pronar është këshilli. Po çat, domethënë, meqense disa aludojnë, hajti lëm të gjitha atje. Se atje aludon ky tjetri, atje ka interes ai, edhe letrin shtet aty, mbillen ferrat, bëhen letrin ashtu pa përdor. Po idhin në trego se jeni edhe për pronën, ç'a jeni, idhin në trego, ç'a vlerë do marrin. Ai po thot me që kishit shumë, nuk e di, kishit shumë aludime, do jepi ky do e marri ai, do bëj kullën ky e ku dëgjon, po thot, jo më jo do e marrin, vini kushtin, thot dhe miratojeni sot kushtin. Do bëhet park. E dua zotëri, ta marri bashkia për interes të lartë publik, me sa kuptova unë, po kam kuptuar unë keq, pastaj ma shpjegoni ndryshe. Mirë, fjala për zotin Elezi. Po e di si flet, pse 3, pse 2 jo 1, pse 3. O e di thosha unë, o la pse 3 dhe jo 100. Jo 200. O e bjerit gjitha qa janë të papërdorur ato shtet, meri mërë se janë teritorin e bashkisë dhe vëri në përdorim. Ca bëj kofshte, ca bëj qerdhe, ca bëj kampe, ca bëj ku digjon që do bësh si pas budgetit që miraton, si pas interesave publik, digjon. Pse 3, në qofë se do bëj unë një kritik, po të them pse bje 3, sa ta avash tjeni si zyrë. Pse bjerit gjitha, ola.
Të nderuar koleg, zoti Moçka, më ndryve në moment që moram fjallën. Po pse trajton kështu opozitën apo? Jo, s'ta dha kryetarja, ma kështë dhe mua fjallën. Okej. Duke qenë se ky projekt vendim është në këshill për herë të dytë, kam disa pyetje, sepse jemi para një fakti që na sjellni për vendim për ta miratuar. Çfarë ka ndryshuar zoti drejtor, sepse ky projekt vendim është rrëzuar para disa muajsh, u tërhoq për arsye paqartësisht, për arsye të përplasjes ndërmjet të dhënave, statistikave që ju na paraqitet dhe ato të cilat kanë paraqitur palë të tjera të interesuara. Pyetja ime është çfarë ka ndryshuar që nga ajo kohë deri tani, fakti që ju e tërhoqet, çfarë risi ka, çfarë ndryshimi ka, e para, e dyta, po patjetër, po faleminderit. Zoti drejtor, a keni dieni ju se ka ankimim nga qytetarët për probleme të ndryshme, a u ka ardhur në bashki ndonjë ankimim nga qytetarët? Dhe së fundi, keni dieni që sot këshilltarëve në WhatsApp mua më ka ardhur, nuk e di kujt i ka vajtur tjetër, ka ardhur një kopje një kallëzimi penal që është bërë për këtë pronë. Edhe ditën e djeshme në rrjetet sociale, në portale dhe në WhatsApp të këshilltarëve kanë mbritur informacione, shkrime të bëra në portale ku akuzojnë Këshillin Bashkiak, administratën, zyrën juridike dhe ne si këshilltar, të paktën unë si këshilltar i opozitës natyrisht nuk mund të kem përgjegjësi penale për arsye sepse nuk kam ndikuar në hartimin e këtij projektvendimi. Ideja është, a keni dieni pse është gjithë ky mal akuzash dhe paqartësisht për një projekt vendim i cili vjen për herë të dytë dhe nuk e dim çfarë ka ndryshuar, se në pamje të parë nuk më duket se ka ndonjë ndryshim. Juve mund ndajmë në informacion? Për sa i përket pjesës së vendimarrjes nga mbledhja e fundit, me sa në memorien time nuk është tërhequr. Thjesht për shkak nuk mori votat e nevojshme për të krijuar disa keq kuptime, nuk është tërheq nga administrata kjo gjë. U rrëzua, po. Për sa i përket pjesës së dytë, të pjesës së kallëzimit, nuk kam asnjë informacion të tillë, mua s'më ka ardhur asnjë informacion i tillë në telefonin tim, por mendoj çfarëdo lloj arsye që të ketë për kallëzim, ne nuk jemi në fazën që të ngarkojmë përgjegjësi asnjëri nga ne. Për sa kohë nuk ka masa kufizuese që ne të nisim një procedurë të tillë, të tipit një sigurim pa dije, ne do të vazhdojmë procedurën. Ne thjesht po nisim një procedurë, nuk jemi në hapat përfundimtare të saj dhe po bëjmë pronë tonën, një pronë e cila është me peng, ka një peng, ka një sigurim pa dija, po këtë mund të ketë tjetër, mund të jetë një proces gjyqësor. Nuk jemi në atë fazë. Ne thjesht po kërkojmë një pronë të caktuar, ta marrim dhe ta bëjmë pjesë të aseteve të bashkisë, për ta shfrytzuar në atë që po e përsëris edhe një herë për ambiente rekreative. Sepse ndoshta kjo tymnaja që shkrijuar si pasojë e këtyre portaleve që do bëhen kulla e ku dëgjojnë do zhvillojnë në një formë caktuar që nuk do jetë në interesin publik. Ajo pronë do zhvillohet vetëm për interes publik, që do të thotë vetëm për ambiente rekreative për fëmijët, për moshat e treta e me radhë. Urdhë? Po flisim për dy të parat. Për të tretën kemi menduar tek rajoni 3 thash. Tek sigurimet shoqërore. Po e kam këtu. Pas sigurimeve shoqërore. Pas unë kam depozituar, por ndoshta mund të jemi kam depozituar, se e kam, përderisa e kam edhe vendosja. E ka, ja ku e kam, s'po e. Po mirë. Nuk e ka asnjë këshilltar.
Në vijim të pyetjeve që i bëra drejtorisë juridike, Zoti Demiri, ju lutem. Pyetja është për Zotin Demiri. O drejtor, të lutem, a mund të më kushtosh pak vëmendje sepse kam pyetje që dua një përgjigje nga ana juaj. Në vijim të informacioneve që kanë shprehur mediat publikisht disa portale, paralelisht me to, informacionet janë që IKMT ka filluar prishjet sepse parashikohet të bëhet kulla. Unë kam një pyetje në fakt. Ju na garantuat që kjo do jetë për zhvillimin e qytetit dhe nuk është me një prapavi në dëm të qytetarëve të cilët pretendojnë bashkëpronësi ose pronësi në këtë sipërfaqe. A jeni ju garant për ato që thot, a mund na e premtoni ju këtu që në fakt për ta patur edhe si provë juridike sepse ndoshta ata nesër mund të bëjnë kërkesë. Po, jo më pa që nevojë. A mund të na garantoni që në fakt kjo është një projekt për zhvillimin e qytetit dhe nuk ka prapavi për ndërtimin e kullave ashtu sikurse e parashikojnë portale? Faleminderit. Përsa i përket atë... Nuk është provokim, po nesh... Janë ruspat, ka vatur IKMT që ka prishur, pak të ne kështu kemi informacionin. Atër garantimin përsa i përket... Garantimin përsa i përket atër garantimin përsa i përket mënyrës së zhvillimit të asaj pasurie e jepni ju me vullnetin tuaj dhe me propozimin ton. Ne si administrat po propozojmë që ajo zonë do të zhvillohet vetëm për ambiente rekreative në funksion të qytetarëve. Dhe mbas propozimin ton ju me shprehjen tuaj të vullnetit dhe garantoni këtë gjë. Jemi bashkë këtu dhe të dy palët jemi në të njëjtin drejtim. Të garantojmë që interesi publik është më i madh se interesi privat që e garantojmë ne me propozimin ton dhe ju me vullnetin tuaj. Me vendimani do të bëni sot. Shumë e qartë. Po, zotë Mjuzau, barove. Falenderit kryetare. Për këtë pikë që të gjithve nga ka ardha një SMS dhe nuk e di, tani po informojmë që drejtoria juridike ka hequr këtë, pse mos ta bëjmë çik diskutimin më të thjeshtë dhe më të qartë. Në këtë mbledhje këshilli, edhe unë dhe nuk e di kush nga opozita, kërkuam që në fillim që kur ka toka publike të kërkohet dhe të vihet në krah dhe kush është pale interesuar. Pra ne dhe duam zhvillim, edhe po themi qa po ndodh dhe bemi në bazë dy portaleve që kanë shkruar kështu. Unë fola dhe me këtë personin që kërkon tokën, që dhe ky është pozaptus. Jam shumë dakord me zotin Moçka, jo të vinë 3, po të vinë 300, se në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak, të gjithë së bashku jemi dakord që Vlorësi mungojnë parkimet. Vlorësi mungojnë shumë ambiente për publikun, lulishte dhe shumë gjëra tjera. Por, si që ka dhe kushtetuta, si që jemi gjithë dakord, prona private është e para. Dhe është rregulli ligji themelor në një shtet. Pra duhet të respektojmë pronën private, pasaj të vëmë. Kjo, ne duhet jemi gjithë dakord dhe të bjem gjithë dakord të ketë pak kujdes në kontrolin e parë, si shta dhe zoti Ermal, është shtet apo është privat, po shtet, procedurat ikin shumë shpejt dhe të jemi gjithë dakord që këto prona shtet qoftë të kalojnë, në fillim të kalojnë bashkisë, pastaj në bazë të çdo projekti, unë për pikën e parë, zoti Dorian, nuk e di pse e keni trequr, ka qenë zoti Lazaj, që tani po ma nxjeni si terrorist edhe si njeri, ku di që unë i lidhur me zotin Dredha e me atë e me këtë, po ç'kjo po flas unë, po jarë kryetare kanë përballë, ç'ke unë çfarë lexova në portal po them. Po rasin konkret po flasu se ju po i bini anës të anës, unë po flasë konkretor dhe për personin
Po dëgjoj. Një minutë. Po emrin e ngrë uno çalli kjo për të dyja palët. O zë Dorian. Po e ngrë uno e mbaj unë këtë përgjegjësinë e emrit. O Dorian, e mbaj unë këtë përgjegjësinë e emrit siç të thash për zotin Lazaj dhe zotin Dredhaj. Tani gjithë ky këshill bashkiak se lexoj 2 portale dhe sot u bë një kallëzim penal, edhe duhet emocionojmë ne se çau bë. Kjo nuk është drejt. Unë personalisht fola me personin e interesuar, pasi më kishte nisur 10 mesazhe, siç u ka nisur dhe juve, që ai që i ka dhënë numrat, i ka dhënë në mënyrë të kujdesshme, dhe e kam pyetur, pasi kisha pyetur dhe zotin Lazaj, se e njoh personalisht, e kam pyetur, i je pronar i kësaj toke dhe po të abuzojnë zoti Dredha e zoti ai e bashkia e ko, apo je një zaptus pak më i vjetër, dhe ne si këshill bashkiak tani se ti bëre një kallëzim penal duhet ngrëm dorën për ty. Pra unë po flas në emrin tim, kam bërë telefonat dhe me atë, kam takuar dhe zotin Lazaj. Këtu pse duhet të më shihemi nëse sot zoti Lazaj kërkon këtë ambient dhe nesër dikush tjetër kërkon një tjetër, pra mjafton të jetë transparent, nuk kemi pse të më shihemi dhe e shkruaj ti portali apo do të çoj te Eni Çobani, po të çojë ku të dojë të shkruaj kur doj. Punë e parë është prona private, të respektohet prona private. Bëni gjithë procedurën për të kontrolluar pronën private. Në qoftë se ka pronë private, bashkia të largohet. Në qoftë se s'ka pronë private, këshilli bashkiak të marri pjeça i takon dhe ato hyrjet janë për pastrehet, ato hyrjet kalojnë në kopsht, kalojnë në shërbime, kush e keqja. Sot është zoti Lazaj, por ka një gjë. Ka një gjë që e vëre dhe për ju këshilltar të majt. U zaptua gjithaj port, nuk foli asnjëri se është investitor strategjik dhe ka një projekt të bukur. Zaptojnë gjitha ato gjëra në firmat huaja, nuk flet asnjëri. Në qoftë se do të kërkojë një firmë lonjate, diçka, këtu bëhet nami sikur po ndodh ataja. Të bëhen gjëra transparente, të jenë gjëra të hapura. Dhe për këtë pikën 3, që është 3972 metra, është shumë mirë të ketë kërkesë, nuk e di edhe ku ndodhet, se tani që pyeti në rajonin 3, ka mundësi të bëhet transparente, të jetë në projektor dhe në qoftë se dikush firmë ta marri dhe në krah ti propozojmë një projekt të bukur për kopë shkollë, ku është e keqja në qoftë se një pronë në shtet dhe në bazë pronarit të zhvillohet një pjesë, në pjesën tjetër të zhvillohet një pronë publike pa hedhur bashkia asnjë lek. Pse duhet të trëmemi dhe mos ti hapim letrat në tavolinë? Po mos e mori ky, se shkruajti portali që ai është ky. Po le të shkruajnë në portale. Pra ne jemi transparent, media është e lirë, gjithë janë këtu, letrat hidhen në tavolinë, gjithmonë duke respektuar pronën private. Dhe zoti Moçka këtë propozimin që bëre, jo 3, po 200, kjo bashkia të ngri komision dhe çfarë janë pronat të lira, pronat të rrethuara, prona në pëllagje të zaptuara dhe të zëna që nuk kanë pronar, t'i kthehen publikut. Kaq është propozimi im. Faleminderit. Atëherë, prekvendim pak i sikletshëm ky, me çka unë kuptoj. Po. Jo, s'ka lidhje. Ja do ta tregojmë mundsinë. Do ta tregojmë mundsinë. Tani Dorian, e kuptova unë gabim, apo këto 2 parcelat e para janë për lulishte, për parqe për fëmijët e tjerë. Kjo e treta. Edhe kjo për lulishte, për parqe? Thash edhe kur fola pak më parë, do t'i përdorim të gjitha mundësitë si bashki për ta shfrytzuar në mënyrën më të mirë. Nuk edhe një. Po thash çka ka këtu për të shkelur syrin? Duro, unë se kuptoj, po duro të janë nxjerr me çengelun, ç'ke? Duro. Po i thash çdo më nxjerrësh me çengel, mo. Tani shikoj Dori. Nevoja për nxitjen e zhvillimit që mos të më nxjerrësh me çengel. 2 pronat e para do të zhvillohen vetëm për aktivitet. 2 pronat e para janë çokoladë.
dy kronat e Prona para. e tretë duhet jetë Elmi. Po, thela më e madhe, thela më që gënjue me këtë thela më e madhe do të përdoret. Jo, dhe për ambientin. Karamele me Elmi, Ilire, mban mend besoj. Po ç'është kjo bisedë tani me në mendje tani? Do flasim siç për të folur apo të flasim me në mendje? Qetëso. Dhe më dëgjose po më ndërpres. Shiko, me hamendësime të lutem mos mu drejto. Jo, s'ka. Të lutem, po ta them sinqerisht, të lutem me hamendësime me hamendësime të lutem, po ta kërkoj seriozisht, mos mu drejto. Ka ndonjë subjekt interesuar? Sa po a thash dhe ja thash edhe Geronit. Nuk është detyra ime apo nuk është detyra administratës që çdo kërkesë që bëhet në bashki të vim ta sjellim këtu në bashki. Dredhove. Unë ju përgjigja këtë dia që ma bëj punimet si çfarë thot, si dhe prekvendimi juaj, si dhe bashkëpunimet me zhvilluesit privat do të sigurojnë një menaxhim më të mirë të burimeve lokale, patjetër. Të nxjisë investimet private, të keqen e lulishtes, ku është investimi privat është tjetër gjë dhe lulishtja e parku është tjetër gjë. Të bashkëpunojmë me zhvilluesin privat, kaq e thjeshtë është, shumë e thjeshtë. Keni kujt. Po ka i VKB më ku referojmë se s'po shpikim gjëra. Tani ti po pyet për diçka që kemi ratuar vetë në Këshill një vit më parë. Unë e bëm ndryshimet, padëm një konsulencë të gjatë, edhe të gjes, me gjithë grupet e interesit që janë në ndërtim, një sekond. Unë jam këtu. Dhe nëse do ketë hapësira për të shfrytzuar edhe në këto lloj mënyre, është hapësira, sepse është miratuar me vendim Këshilli Bashkiak, gjithë bashkë kemi fol. Në rasti konkret është për të sqaruar dhe miletin, edhe rrjetet sociale, edhe ata që rrin lum nga mëngjesi dark, për rastin konkret. Po themi, dëshira dhe qëllimi për të bërë kalimin nga shtet në bashki për pronat në fjalë, që nuk kanë lënë më çka kanë nxjerrë, çka kanë thënë, duke shpikur të paimagjinueshmen, po sqarojmë publikun radh parë. Po sqarojmë qytetarët që ajo ka këtë qëllim. Pse? Sepse kemi pasur edhe kërkesa nga donatorët të ndryshëm që janë të gatshëm të vinë dhe të investojnë për të bërë një hapësirë për të moshuarit atje dhe një kënd lojrash, që ne e shikojmë me interes shumë të lartë publik, e para kjo. Për të tjerat, edhe se mund të ketë kërkesa, nuk është se janë shqyrtuar, prandaj ne e kalojmë parim. Mund ta bëjmë dhe lulishte apo jo. Kurse për rastin këtë fjalë, meqense po ne hedhim balt nga mëngjesi në darkë, duhet të sqarojmë të gjithë dynjan për këtë pjesë. Ky ka qenë qëllimi, kaq e thjeshtë. Nuk e di çka ka këtu për të insinuar apo për të. Un kam merak kryetar për vendimet me porosi, të merakam. Kaq. Keni kujdes të nderuar këshilltar se mundet kemi dhe prevendime me porosi. Nëse nuk ka komente të tjera, kalojmë votim pro. S'ma kërkove fjalën e lira. Pro, kalojmë votim. Jo të lutem, jemi në votim tani në këtë moment. Jo s'ta isha s'pak, po jemi në votim tani. Po, nuk mund të presër sa kalojmë votim pas e thuash dua fjalën unë. Nuk e kërkove në kohën e dur, kash, mos të debetojmë. Jemi proces votimi. Kalojmë votim, të lutem, sa pro janë? Njëzet e 9 pro, 4 kundra, abstenim 1, pa votuar 1, miratot. Pika 11 është tyr dhe pika 11? Atër do kalojmë të pika e emërtimit të rrugëve, të cilin e lam e shtym për ta kaluar në votim pak më vonë. Të lutem përfaqësuesja e drejtorisë përkatës në abecarimin e përkatës. Ashtu dhe si sqarova pak më parë, bëhet fjalë për disa saktësime të rrugicave që kanë një rrugë kryesore me këtë emër dhe rregullohet rrugica që në adresar ekziston me të njëjtin emër dhe bëhet zvendësimi i këtij emri në adresar me këtë emrin e ri që janë të propozuara për figurat të shquara të vendit. Konkretisht tek rruga Murat Miftari është një, po themi, lapsus sepse Murat Miftari është Murat Tërbaçi, është Murat Miftar Tërbaçi. Kështu që kjo rrugë, duke qenë se është Murat Miftari dhe është emërtuar diku tjetër Murat Tërbaçi si rrugë, zvendësohet me emrin me rrugën Kujtim Laro.
po i marr një nga një, ndërkohë kemi pjesën e rrugës Fejzo Mema, e cila nuk është Fejzo Mema emri, po është Fejzo Gjomema dhe është një rrugë në një pozicion tjetër, dhe kjo që është emërtuar Fejzo Mema do zvendësohet me emrin Fatos Arapi, sepse Fejzo Mema me Fejzo Gjomema është i njëjti person, por janë të emërtuara dy rrugë të ndryshme. Po pra, kjo është. Po tani Jo, unë e sjarova në fakt edhe për para, po që s'ka gjë. Dakor, kalojmë votim. Mund t'i... Ka akoma? Po, ka disa rrugë, po është e njëta logjikë. Se ka janë në kryetarë se drejtojnë këta. Atere, si kurse po thoja, rruga Fejzo Gjomema është një degëzim i rrugës Fejzo Gjomema, zvendësohet me emrin Lefter Qipa. Do me thënë, ashtu si e sjarova dhe më përpara, janë degëzimet e rrugëve që saktësohen, sepse edhe adresat ngatrojnë në momenti që kemi një rrugë të vazhduar. Po pra, po. Në rregull, po. E njëjta gjë ndodh me një degëzim që është i specifikuar degëzim i rrugës Gani Bejkosala, propozohet të zvendësohet, të saktësohet me emrin Bejkush Birçe. Jo, aty është në të njëjtin vend, po duke qenë se është një rrugë dhe janë dy rrugë që janë me të njëjtin emër, një degëzim, e kupton, janë thjesht degëzime, po. Të dubluara, janë të dubluara si emër. Kalojmë votim pro. Haroj apo jo? Aty po ç'kema. Ore, po mirë, sjarojmë tani që ta dinë dhe qytetarët. Ato nuk janë gabim njëre pare punës. Ja ta them unë çka kanë ato, se i dëgjova tani që po i sjaron Dori. Ato në emërtimet e vjetra në qytetin e Florës, njerëzit nuk u thoshin vjemi, u thoshin emrin e babait. Edhe kjo është kjo gjëja që po bëni. Ka disa saktësime. Po nga që s'ka asnjë informacion, vini këtu të gjithë se edhe vazhdoni bëni rrëmuj, keni 3 orë. Murat Mifty, tërbaçi është japi jo tani. U sqarove tani në pjesën. Unë jam sqaruar për veten. Në rregull, faleminderit. Po, kalojmë. Degëzimi i rrugës Qemal Gorishova propozohet Lelo Habilaj, do të thënë një degëzim. Po, Qemal Gorishova, Lelo Habilaj. Edhe mos i sillni më kështu në grup to se këto janë. Edhe personat që emër. Po, këto janë. Janë në tyre, masë duam të themi një gjë për një që emër do. I bëni kështu në grup sigurisht. Se ka ngrënë vesh tirti sot. Që në mëngjes. Jo. Një mbledhje mundova po të mata. Kalojmë votim pro. Kalojmë votim. 33 pro, 34 pro, një kundër asnjë abstenim, mirator. Pika të ndryshme, kush e dëshiron fjalën? Tonë do t'i lezin. Duke qenë se nga administrata ikën me vrap, nuk e di pse ikën. Kam një shqetësim zonja kryetare, në fakt me kisesh dhe drejtoresha shërbimeve për këtë nga rastit i uroj suksese. Zonja drejtoresh, kam një informacion nga qytetarët për kanalin që është tek Albashuz, po ke parasysh te tregu i madh, mbi tregun e madh ose matan Këshas, duke zbritur poshtë Këshaja në krahun e djathtë. Është janë një lagje njerëzish aty që banojnë, po kanë shqetësim sepse ky kanal prej shumë vitesh i papastruar. Do t'ju lutasha shumë që të adresoni këtë shqetësim të qytetarëve te struktura përkatëse në mënyrë të tillë që të bëjmë pastrimin e kanalit sepse është bërë jeta e vështirë e qytetarëve. Faleminderit. Ne do mundojmë shpejt se s'ka ndurim. Dy problematika shumë të forta, sidomos në muaj. Zjarret që ne na janë bërë të përjavshme, të përmuajshme tek vendi grumbullimit mbetjeve dhe shikojnë pak, do lexoj disa tituj që lidhen me Vlorën. Vlora thahet për ujë në mes të verës. Mirë, në rregull. Këto janë gjëra që janë zgjidhur tashmë. Jo, nuk janë zgjidhur. Jo. Ka zona kryetare, ka zona me probleme në furnizimin e ujit akoma ende. Doni ta lëm. Këto janë kryesore.
Këto janë kryesor, do Për sa i përket zonës së mbetjeve, me sa kemi informacion, janë të marrë duke shëshuar zonën. Me sa informacion kemi nga administrata. Të shpresojmë të zgjidhet. Të shpresojmë. Se jam marrë ata skrepisat. Po zonja Kaplani. Nuk i shikoj me tabela. Nuk i shoh fare të vendos. Po përgjigje me shkrim e para. Si po të ndoj ka koma pallati i dytë një endit kombëtar banesave për atë e fjallën. Pa jo është një gjysh bing larg nga ministria. Jo, nuk mund ta kthej bashkia të përgjigje, sepse nuk është kompetente. Ja, se ta kthej unë përgjigjen. Ta kthej unë përgjigjen. Mirë, në rregull. Në rregull. Ti kushtohet vëmendje punojësve të pastrimit. Se është vap. Se do të shkojmë. Jo, të kenë kushtem. Mirë, po zoti Petromilo? Ka rënë kuorumi, po gjithsesi për respekt, po vijoj dhe po ju dëgjoj. Kuorumi gjithmonë është Kjo do të thot interesi i qytetarëve që përfaqësojnë qytetin e Vlorës nuk është në nivelin e dur. Ky nuk është problemi im, u shndroi deri në moment fundit. Po zoti Petromilo dhe mbyllim. Po. Nëse njerë kam britur problemin e rezervuarit kalafetit lidhur me stilën dhe valltitjes tokave bujqësore në fshatin Sherish dhe Karin. Për shkak se hyrja e tunelit dhe dalja nga tuneli e ujit valltitjes pengohet për arsye të evakuimit të mbeturinave në vite. Është bërë kërkesa që të vejnë një skrep i bordit kullimit a i zëvarit shërbimit për ta hequr të sasire dhe por nga përpjekjet që kanë bërë edhe kërkesa që kanë bërë gati fermerët ka rënë dhe pse? Sepse flitet tani që do bëjnë tenderat tani në pist të kosë valltitjes për të eficientuar dhe për të përshërbimin atje. Koha e valltitjes po ikën. Pimësia po thahet, bile disa nga këta fermerët para disa ditësh ishin nisur të vinin sekretari bashkisë. Unë a mora përsipër që do procedoj që po kërkojnë financim për këtë pjesë. Forumet përkatëse. Telefonova drejtorin e ndërmarrjes së shërbimeve, mu premtoi. Vajti dhe grupi i fermerëve atje, përsëri nxirret problemi i tenderit për të bërë shërbimet për zbrazjen e tunelit. Koha të pret më. Ky është shqetësimi i parë. Shqetësimi i dytë, në vazhdimën e punimeve që po bëhen për Juselsin, në rrugën Estuani Berko, pallati 542 dhe disa ambjente të tjera atje, ka mbi 15 ditë që nuk pikon ujë. Midis tyre janë dhe disa shërbime që janë në të rrugë. Dy herë kemi bërë kërkesë tek ndërmarrja e Juselsit, deri tani po presim. Llogarisja edhe bidonat me ujë i marrim nga shtëpia për të bërë shërbimet e duhura. Po, mendoj që duhet vënë para përgjegjësisë, qoftë ata që bëjnë këto punimet, qoftë ndërmarrja e Juselsit. Dhe së treti, janë kurorat e pemëve të cilët pengojnë qarkullimin e mjetëve, sidomos mjetet me lartësi të madhe, takojnë në këto pemë dhe shkaktojnë plus kaos në qarkullimin rrugor, plus mund të ketë kontakt edhe me shtyllat elektrike. Pash para disa ditëve që te rruga Anita Bitri u bën disa qethje të këtyre pemëve, po nuk vazhdojnë më tutje. Po mos harrojmë, ne kemi thënë herë të tjera, Vlora nuk është vetëm lungomare edhe qendra lorske, po është i gjithë qytet. Prandaj ju lutem
Ju lutem, në teritorit përkatëse, të cilët shikoj që s'ka asnjë më këtu, të urdhërojmë që të marrim masa sa më parë. Faleminderit. Po, faleminderit. Atëherë, e deklarojmë të mbyllur mbledhjen e ditës së sotme, takojmë në mbledhjen e muajit korrik. Faleminderit.